Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në pikë. 89 ditë në bulevard mund të kenë qenë të lodhshme, të ngadalta, të mërzitshme, mes vapës, mes sharjeve, mes kritikave, anatemimeve, lidhjeve dhe shumë çkaje tjetër që erdhi nga ana e qeverisë për çdo njërin prej protestuesve, por kanë qenë gjithashtu të vështira, të ngadalta, të lodhshme, kokçarse për të gjithë qeveritarët, të cilët u përballën me çdo njërin prej thirrjeve që vinte nga bulevardi në drejtim të godinës më të rëndësishme të qeverisë. Dhe sot, kur kanë kaluar kaq kohë mes dallgëve që vinin nga fjalimet e njërës palë apo tjetrës, duket se një ndryshim ka. Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur një tjetër formë për t'u drejtuar protestuesve, duke mos u fokusuar më te sorrat apo korbat, por duke u ndalur tek flamingot, ata që detyruan qeverinë të ndryshonte vizionin e saj për vitin e dytë të mandatit të 4 qeverisës. Por në bulevard, thirrja është e njëjtë, të dy në burg, sidomos të vjetrit ata që kanë qeverisur në 35 vitet të këtij tranzicioni të zgjatur apo të ngecur, sikurse i referohen disa studiues politik. Çfarë pritet të ndryshojë? Kush është personi që do mund të bëj kthesën e madhe? Çfarë do ndodh në takimin tek amfiteatri që është paralajmëruar për protestuesit dhe çfarë do të prodhojë ai dhe cili është hapi i radhës i qeverisë, që duket sikur hera herës tenton t'i hedhë ndonjë kothere për të ndryshuar qëndrim apo për të bërë palë përbashkët për një qeveri që e duan që të dy. Se kush e don të vërtet, të paktën janë ata që marrin guximin t'i dalin përpara. Një prej tyre kam kënaqësinë ta kem sonte teksa Muharrem Kika, Alfred Kika, sepse unë miqt i mbaj afër dhe i referohem sipas formave të ndryshme, është me mua. Faleminderit që je këtu sonte. Faleminderit Erian për ftesën. Një tjetër mik, po aq i afërt, është edhe Migen Qiraxhi. Ai ka qenë gjithmonë i pranishëm në bulevard dhe tek tuk është përballur jo vetëm me ndasit mes grupeve përbërëse të asaj proteste, sa herë të madhe e sa herë të vogël, por mbi të gjitha edhe akuzave të drejtë për drejta të personave që ndoshta nuk ishin fare në protest, por u pëlqente ta bënin pis. Faleminderit Migen që je këtu. Faleminderit shumë. Është e vështirë të dish se si ta nisësh një pyetje që duket se është gati të shpërthej një debat. Por në këtë program gjithmonë kam dashur të jap udhëzimin e qartë para nisjes së tij. Nuk dua sherrre, sepse nuk prodhoj tituj, dua informacione dhe të vërteta në mënyrë që ju që na ndiqni të merrni ato që duhet. Alfred, je i pari që more guximin t'i dalësh në mbrojtje një qeverie. Në momentin kur në bulevard marshonin së bashku diaspor e shqiptar më të zemëruar se kurrë. U bëre meme, u transmetove në lloj-lloj formash të ndryshme, por ti nuk e ndryshove qëndrimin tënd edhe në momentet kur deputetët e kësaj mazhorance nuk e merrnin guximin të ndërtonin dy fjali të bukura, të qeta, jo ofenduese për ata që dilnin në bulevard. Pse ky rrezik? Nuk është rrezik, është një lloj qasje të cilit çdo njeri duhet të përqafojë mendimin ndryshe. Edhe mendimi im është shumë i mirë menduar dhe çdo kërkesë ime ose çdo informacioni im në lidhje se cili është momenti i qeverisë sot edhe cilat janë progreset që ka bërë qeveria socialiste gjatë drejtimit të vendet, pavarësisht se unë kur nuk e kam huar që gjatë drejtimit ka pasur ndoshta me qindra, me dhjetra, me mijëra gabime, varet si mund të perceptohet. Por ajo që unë shikoj duke qenë edhe një studiues i mirë është unë shikoj se ku e kemi pasur piknisjen dhe ku e jemi sot për këto piknisjen. Në qoftë se unë dua të marr të profilizoj piknisjen e cila ka qenë një kushte për mbjetesë. Unë i them kushte për mbjetesë dhe sot ne jemi në një piknisje tjetër, në një kontratë tjetër sociale, siç është premtuar edhe për mandatin e 4 të qeverisë, që është për cilësinë
e standardit të jetës së familjes. Pra, kemi arritur nga një sistem kolaps në sektorin shëndetësor, arsimor, infrastrukturor, energjetik, të mbrojtjes sociale, dhe kemi arritur sot që në fal të gjithë progresit vetëm edhe vetëm që ka mundur do të bëjë qeveria që ka një çelës suksesi, ka lidhje për post programeve politike, ka lidhje me ndryshimin e infrastrukturës të një pjesë më të madhe, pra mund të themi të 87% të pjesës më të madhe të sistemit shëndetësor, arsimor apo energjetik. Pra, gjithë buxheti, pra gjithë kjo makineri e njerëzve të cilët japin taksat çdo ditë, qeveria ka mundur të mbaj pjesën më dërmuese të programit social, që ka pasur për herë të parë kjo qeverisje 33% programit vetëm për shpenzimet buxhetore shkojnë vetëm për mbrojtje sociale, dhe pjesa tjetër ka shkuar për përmirësimin e infrastrukturës. Ky përmirësim i infrastrukturës ka ardhur vetëm në 3 drejtime. Në një infrastrukturë ku ka sjellur godina dhe ambiente më bashkëkohore, privilegj apo stimul më i mirë për infirmierët, mësuesit apo të çdo sektori, dhe të pajisjeve. Nuk ka arritur dot ende ta finalizojë të gjithë programin shëndetësia, për mendimin tim, falas 100%, sepse ende sot kemi mungesat barnave, ende sot kemi mungesat pajisje të cilët janë shumë kushtueshme. Kemi sot, Alfred, dhe këtu mund ta konfirmoj çdo kush që e di emrin tim. Sot kemi një check-up për moshat mbi 35 vjeç, dhe unë e provova për herë të parë. E di në cilën datë? Në 30 qershor. Dhe sa jemi sot? Dhe nuk kemi marrë përgjigjet akoma të analizave. Përgjigjet ende të analizave. Atëherë kjo është një përgjegjësi e cila i takon institucionit në lidhje për mos njohjen e rezultatit, sepse ne kemi arritur të bëjmë dhe digitalizimin e shërbimit shëndetësor. Digitalizimi do thotë që ti që nga momenti që bën një referim, ti ke një kartel online, pra historiku i marrëdhënies tënde, pra të trajtimit apo të vizitave që e ke online, dhe kjo është një diligent që i takon ose operatorit kujdesit shëndetësor ose i takon njësisë vendore të kujdesit shëndetësor. Prandaj po them që sot neve kemi të bëjmë e disi ndonjëherë e quaj unë, kur unë në 2014 protestoja atëherë që nuk mbuloje baza më minimale për më të mbrojtjet e shoqërisë, dhe unë kur sot fal qeverisë Rama, kam 84 shërbime të reja, kam 50.000 përfitues, kam reformatim të institucioneve të përkujdesës, kam reformatim të institucioneve të gjithë kujdesit për të modelit si themi ne, modelit të shërbimit ditar. Pra, kur kam një vazhdoj endeve të them që jemi shumë mbrapa cilësisë së jetës së këtyre fëmijëve apo familjeve më të pambrojtur, për shkak të një buxheti vazhdon që është ende një buxhet, pavarësisht se është 2 fishuar, 3 fishuar, po është një buxhet në raport me çmimet edhe me shpenzimet, është një buxhet realisht jo favorizues për familjen, pavarësisht se neve përpiqemi që qoftë edhe me donator, qoftë edhe me shërbimet indirekte, përpiqemi që ta furnizojmë të gjithë familjen me këto shërbime. Alfred, le të bëjmë matematikë bashkë. Në 2014 që ju protestonit, sa ishte paga mesatare? Në 2014, në dinin time, paga mesatare ka qenë diku të rreth 350 euro. Sa ishte litri naftës? 197 lekë ka qenë. 187. 2014 nuk ka qenë kurrë 187. 187 lekë, se sa më e mund tani. Nuk mund të ketë qenë 187. Sa ka qenë çmimi i bukës, sa ka qenë çmimi i ujit, sa ka qenë çmimi i dritave. Pra, nëse ne këto i marrim në proporcion të drejt, duhej atëherë që sot ndihma ekonomike për shtresat në nevojë të ecte njësoj. Po ka indeksim. Këto fusë edhe pensionistët, edhe ata që dalin edhe thonë takova kryeministrin tani mund të vdes. Të falenderoj shumë për këtë pyetje. Kjo është e gjitha. Të falenderoj shumë. E para një e vetmja qeveri që ka bërë, në gjithë merr dhe bëj një analizë si gazetari më i vjetër edhe ke një informacion, bën një analizë. Është vetëm për herë të parë qeveria socialiste në fundin e 2014-s aplikoi për herë të parë indeksimin për çdo mbështetje sociale. Indeksimi bëhet sipas inflacionit, Nëse ti ke një rritje çmimeve, po si e kontrollon inflacionin kur ne e dim shumë mirë se çfarë ndodhi pas. Ka një mekanizëm që është dakord me mekanizme, po për sa kohë që ky mekanizëm nuk është kontrollues. Okej, tani nëse ka abuzime çmimet, kjo është një gjë që janë autoritetet kontrollore. Po nuk ka çmimet, unë mendoj se ne të dy jetojmë në një qytet ku çmimin e vendos gjithë secili me kursin e vet. Por qeveria për këtë
Nuk ndërhyn dot. Ja, nuk ndërhyn dot. Patjetër që Në një ekonomi tregu nuk ndërhyn dot. Po ti ndërhyn në një ekonomi tregu sepse mund të kontrolloj në rast se ka abuziv dhe mund të ta ketë forcën e kontrollit. Kur janë kontrolluar për abuziv? Dgjoj, kur ka shkuar Agjencia luftën... Meteorologjisë të mas litrin e naftës që blen qytetari atje te pikat e karburantit. Po, sepse këtu fillojnë të gjitha problemet. Ne kemi pasur jetojmë të dy dhe paguajmë të dy. E jashtme, pas faktorit të jashtëm, në lidhje ka pasur një bord transparence. Gjithsesi nuk dua të hyj këtë debatin dhe vetëm se nisëm atë se pyetja ime ishte konkrete. Me çfarë kostoje tu desh ty të ishe i pari që i dilje në mbrojtjen e qeverie kur deputetët ata që miratojnë ligje për ty, për mua, edhe për Migenin, nuk e bënin do diçka të tillë, ose dilnin edhe bënin shernaja televizive apo radiofonike në interes gjoja të vetes, apo duke mbrojtur kryeministrin, dhe më lejo ta them një gjë me plot gojë. E bën më pis akoma të gjithë qeverinë e tij. Prandaj unë këtë po them. Pse Alfredi duhet të dilte i vetëm përballë analistëve që të vinë me prova konkrete, me matematikë, sepse jeta matematikë është në fundit. Me politikanë që i din edhe cepat më të errta të qeverisjes apo bashkëqeverisjes opozite mazhorancë. Dhe ti dilje përpara atyre me atë qetësinë për të mbrojtur një protest që në fund të fundit nisi në momentin kur njëri prej nesh u tërhoq zvarr. Dhe unë e di që ti personalisht e ke ndjer atë dhimbje, po aq sa e ndjeva edhe unë. Unë nuk isha atje. Po, absolutisht. Po kur e pam atë video, edhe ti e ke ndjer në të njëjtën formë atë dhimbje. Dgjoj, kur më thua riskun, unë dy parime e kam në jetën time. Parimi i parë i jetës sime është që kur unë nuk jam mosmirnjohës ndaj një të mirë që është bërë, jo në favorin tim, sepse unë fundja unë vija nga sektori bankar, edhe nga sektori privat ku isha drejtor me 3 fish të pagës, edhe kam ardhur në sektorin administrativ me 50% të pagës vetëm për shkak të një misioni. Për shkak të një misioni, sepse unë erdha nga rruga, isha nga rruga, Partia Socialiste më hapi dyert dhe është vetmja forcë politike, duke filluar nga kryeministri Edi Rama dhe me drejtues politik të cilët unë i kam përmendur, kanë qenë të vetmit të cilët kanë dëgjuar çdo kërkesë time. Nëse unë deri dje kërkoja riformatimin e institucioneve të përkujdesit shoqëror, sot këto institucione janë të reformatuara dhe këto sot institucione kanë programe 365 ditë të kujdesit më të mirë që i bëhet fëmijëve dhe unë jam pjesë aty ku e monitoroj çdo ditë. Kur unë kërkoja që atëherë programi i rindërtimit. Chelsea që unë dua të them është ka qenë programi i rindërtimit, programi i rindërtimit dhe sërrimit social. E dini ju që vetëm në një dekadë, ne aktualisht që unë të ta them me statistik, rreth 5700 kryefamiljare të veja apo të rinj të cilët jetonin me një prind, pra ose me babain, ose të rinj të cilët jetonin nën kujdesin e gjyshit, sot 5700 raste për një dekadë kanë shtëpitë e tyre të reja, të ndryshuar dhe të transformuara totalisht. Dhe kjo ka qenë vetëm një kërkesë e imja e bër publike, e imja e bër institucionalisht dhe e imja e bër nga ana e asaj që unë përfaqësoja. Dhe nëse unë kam sot 5700 që po të marrim me mesatarisht 16.000 persona, sot unë i kam në jetesë të sigurt në shtëpitë e tyre dhe madje me programin që ka qenë vetëm një kërkesë e imja, sepse kur unë para se të isha kandidat deputet, i kam kërkuar vetëm 2 gjëra kryeministrit. I kam thënë kryeministrit faleminderit për ftesën që unë po të vi po takoj personalisht. Unë nuk dua të jem fare pjesë administratës publike, pavarësisht se ti mund ta kërkosh. Okay. Unë kërkoj vetëm që prioritizim të çështjes së sërrimit dhe të punësimit të këtyre të rinjve të cilët jetojnë me një prind apo të rinj të cilët kanë dalë nga institucionet. Dhe sot i ke një rezultat të çështjes së punësimit në administratës publike, e cila drejtohej nga zonja Koçiu, sot i ke 1873 kryefamiljarë të vete, të rinj të pakujdesit prindëror që janë me meritokraci pjesë administratës publike, ku deri dje, ma beso, deri dje ekselentët që dilnin nga institucionet për kujdesit apo të një prind nuk përfilleshin fare dhe të ishin pjesë administratës publike. Jam shumë dakord dhe unë e di që shumë gjëra janë bërë. Por po të lë pa kohë të qetësor, se çdo kush që të sheh tani mendon që u sikletosi nga pyetjet e mia, por vetëm unë se duhet të vapën. Është vap. Kjo është e gjitha. Migen, ti në anën tjetër, ishe ndër ata që unë sa herë bëja ecejakën time në bulevard, të shija të angazhuar, duke dhënë përgjigje, duke dhënë intervista tek ata që ishin të interesuar, duke angazhuar me fëmijët në mënyrë që ata
të kalonin kohën e tyre, mos bëheshin pjesë e zhurmave të vuvuzelave, bilbilve që ishin aty, dhe i gatshëm për të asistuar çdo kënd. Sot, teksa kanë kaluar 3 muaj gati, unë lexoj ndër të tjera që Migeni është i bërë pis. Kush po tenton të pengojnë në këtë gjë? Shiko, kjo është pyetje interesante, edhe ne jemi gjendur përballë kësaj situate në të gjitha rastet ku kemi pasur le të themi mundësinë që të kritikojmë qeverisjen, edhe në të njëjtën kohë kemi sukses. Kuptueshëm qytetarët atje nuk kanë dalë përballë një sfide të lehtë. Kanë dalë kundër pushtetit, kanë dalë kundër mekanizmit më të fuqishëm për të cilën ti mund të jesh përballë. Në këtë kuptim, sa herë vjen në vështirësi gjithë këtë strukturë e cila dukshëm nuk po e mirë qeveris vendin në standardet që kërkojnë qytetarët, ka agenda dhe sulme të ndryshme që mund të vinë drejt për drejt nga qeveria, po me luftra tashmë të sofistikuara mund të vinë nga shumë kanale. Kjo është një betejë që nuk i ka shpëtuar dot as ndonjëherë me kolegën edhe me kësaj betejë nuk i ka shpëtuar dot as Gjergj Fishta. Domethënë, nëse shikon Gjergj Fishtën, ankohej edhe ai se një pjesë e shoqërisë mundohej ta bënte pis. Po edhe shumë rilindas të tjerë, po edhe shumë patriotë të tjerë, të cilët kanë dhënë në mënyrë të jashtëzakonshme ku sa larg jemi ne në kontributin për vendin apo për le të themi mirë administrimin e këtij territorit që të pretendojmë të mos bëhemi pis. E vetmja mënyrë, unë mendoj që e vetmja mënyrë ne si aktivist, si shoqëri, si njerëz të cilët duan të kontribojnë në sheshe dhe jemi vendosur përballë kësaj establishmentit, jo vetëm duhet shtoj edhe elementin e establishmentit politik, pra jo vetëm kundër një lloj qeverisjeje, po edhe një strukture politike ku fut edhe atë që është një pjesë e mirë e opozitës, e cila nuk po bën detyrën e saj dhe bëhet akoma më e vështirë. Në këtë kuptim, e vetmja detyrë që i takon një aktivisti, një qytetari në shesh, është të tregoj kush është. Dhe jo të shpenzoj kohë për të treguar agjendat e të tjerëve për të shpjeguar se kush nuk është. Pa fjala vjen sulmet e para erdhën nga kryeministri, Jan Grek. Kam refuzuar në çdo rast të shpjegoj ose të këshilloj bashkëqytetarët apo aktivistët e tjerë, orientohuni te kush jeni, jo kush nuk jeni. E vetmja mënyrë që ne të mos devijojmë agjendën tonë, për thënë që ne jemi këtu për mirëqeverisje, për kërkuar dorëheqje, për kërkuar mbrojtjen e territorit, për mos u tërhequr zvar. Ju jeni tamam. Në këtë kuptim, i vetmi elementi i suksesit që ne mund të ndërtojmë është për tu fokusuar tek kush jemi. Më pas, kush nuk jemi, ne kemi pasur raste dhe jo iraniane, jo më pas vinin, tani janë futur një dos tjetër, jo Posoriosian, dhe gjithë atmosfera, le të themi, e shoqërisë civile ose aktivistëve ndonjëherë ngatrojnë rrugë dhe fillojnë të merren me një agjendë që nuk është e tyre. Pra ne nuk kemi dalë të tregojmë çfarë nuk kemi, ne kemi dalë të tregojmë çfarë jemi. Dhe ajo çfarë jemi, unë kam përshtypjen që qytetarët shqiptar në protest e kanë treguar. Dhe pyetja ishte shumë interesante, pyetja e parë, kur askush nuk po e mbronte, pse o Alfred vajte ta mbroje. Një gjë që ishte e pambrojtshme tashmë edhe për kryeministrin. Pa dhe kryeministri vetë, atë që mundohej të mbronte Alfredin, ai po merrte kohë të kuptonte se çfarë kishte të bënte. Dhe këtu sepse ky është hapi i sigurt, nuk është se mund ta gjykojmë. Me shumë mundësi për një pjesë të mirë të Partisë Socialiste, të atyre që ishin hithtarët ose që janë ndjekësit, një gjë që bëri kjo protestë është që e bëri Edi Ramën të pambrojtshëm. Pra ti ishte e pamundur. E ekspozuan pra, ata që tentuan të mbrojnë e ekspozuan. Kjo ishte pjesa që ai që mund të kishte punuar në Partinë Socialiste si patronazhist dhe ishte i pari i qytetit edhe i pari i pallatit. Nuk dilte dot me kokën lart më të tregonte se kush ishte dhe të shtypte ata të tjerët që ishin aty. Në këtë kuptim, të gjitha edhe një pjesë të mirë të medjave e bëri Ramën të pambrojtshëm. Pra në këtë kuptim unë mendoj që kjo ka qenë një nga fuqitë më të mëdha, që i demontuar një kryeministri që në shoqërinë tonë, në një shoqëri demokratike asnjë kryeministër nuk duhet të ketë fuqinë për të qenë kapilar në çdo shtresë të shoqërisë dhe ashkus të mos ketë mundësi të flasë dhe të kritikojë. Ne kishim arritur në këtë situatë. Dhe këtë është bëri protesta. Këtë e dha ky popull, Miguel.
për hir të së vërtetës, duam apo s'duam ne, na vjen apo s'na vjen mirë. Po jam dakord. Protesta po vazhdon për 3 muaj. Dhe protesta sot, përveç se ka frymzuar të madhe të vogël të mos ketë frikë, dhe ndoshta kjo është arritja më e madhe, jo vetëm e protestës, po ajo që kanë tentuar ta bëjnë më herët persona që kanë dështuar, nuk ka arritur dot të vërë përpara një përgjegjësie konkrete politike kryeministrin për sa kohë që kjo protestë nuk është politike, ndonse për mua çdo gjë është politike. Ne çdo ditë që kur zgjohemi varemi nga politika. Pse po vonohet kaq shumë? Sepse gjatë kësaj kohe u krijuan kuvende popullore, dolën grupe organizatore, dolën grupe përçarse, dolën grupe përjashtuese, sepse filluan sikurse filluan me Ramën, shkuan te Berisha, pas Berishës te Arlind Qorri, Adriatik Lapa, i morën të gjithë me radhë, derisa sot janë përjashtuar sorosianët, që unë nuk merrem se përjashtohet kush. Por nuk e kuptoj logjikën që në një protest ku kërkohet masivitet, nuk mund të përdoren këto gjëra ndaj askujt, sepse në atë turm kanë lirinë të marrin pjesë të gjithë. Absolutisht po. Un kam qenë kritik edhe kur na të shesh anatemoj administrata, që nëse ne do fitonim mbi Ramën ose mbi një qeverisje, kush do qoftë ajo, do duhet që administrata të ishte në shesh. Edhe në rastet kur anatemohen shpeshher patronazhist, kur thuhet. Ditën që do bie Rama është kur patronazhisti ta lë Ramën dhe të vinë në shesh. Në këtë kuptim ne duhet të shpërndajmë një gjuhë jo konfliktuale dhe jo urrëtie në shesh edhe në protestë. Dhe sigurisht që unë sa kam pasur mundësi që ta orientoj diskursin dhe narrativën në këtë gjuhë, sigurisht që e kam bërë. A ka raste konflikti gjuhë e urrëtie, sigurisht që edhe unë i kam evidentuar dhe shpresoj shumë që kjo të mos predominojë mbi atë që është më e rëndësishmja, që është përbashkimi dhe një gjuhës jo të urrëties. Por nga ana tjetër, përballë qeverisjes, kur unë dëgjoja këto shifrat e Alfredit, ishte shqetësuese, sepse një qeverisje nuk mundet mbas 13 vjetësh të sjellë një thes më të mira që ka bërë. Domethënë 13 vjet dhe me e lënë vet, mbas 13 vjetësh ti mund të shkëputësh një 20 minuta arritje dhe ti thuash mira me radhë. Jo, vetëm ta them. Sepse nga 1990-a, deri në 2013-ën, në të gjithë raportin e ndërtimeve të spitaleve në këtë vend, më dëgjoj vetëm sekond, është vetëm Kavaja, është vetëm një, vetëm spitali Kavaja. Kjo është filozofi. Jo, nuk është filozofi, unë kam qenë atje. E vitit 0. E marrim ne dhe gjithçka bëhet. Dgjoj, tani nëse një shtëpi ti e merr në grobë dhe ndërton për 13 vite, ti çfarë ju thonte regjimi, çfarë ju thonte Ramizalia shqiptarëve në ditët e fundit vet. Ju kemi bërë me shkolla. E kishte bërë me shkolla, me spitale, me rrugë, me hidrocentrale. Tani po ti numëronte një regjim 40 vjeçar se çfarë kishte bër, ata ndërkohë që s'kishin të hanin buk. Ai pretendonte të mbante pushtet. Çfarë bënte Berisha kur e la pushtetin? I numëronte njerëzve, ju solla në NATO, ju dhash certifikata, ju dhash pasaporta, ju dhash kartë identiteti, ju bëra kaq rrugë, Kosova fitoi pavarësinë. Tani në këtë kuptim, kushdo që ri në pushtet, edhe pak, edhe sidomos kur i gjatë, ka një thes me gjëra ku mund të veçojë. Nga ana tjetër analiza duhet bërë ndryshe. Pra në këtë Shqipërinë e bukur, të strehuar, me para, me rrugë, me spitale, pse dalin njerëzit edhe protestojnë në mënyrën më masive të 35 viteve tranzicion? Nuk ka parë Shqipëria as organizim politik të atyre përmasave. Pra pyetja është, pse një qeverisje kaq e mirë që pretendon Alfredi detyron popullatën e vet të dalë në mënyrën më rekord të 32 viteve? Alfred? Pse dhe diçka tjetër? Pse në këtë Shqipërinë e bukur të Alfredit 1 milion shqiptar largohen vetëm 10 vitet e fundit? Dhe këto janë pyetje që duhet. Po, gjithsesi. Do ta bëjmë 800.000. Sa do ta bëjmë? Nuk e ke. Po kjo nuk e ke as raportin. Shiko tani, janë dramatike numrat e largimit të qytetarëve, janë 40.000 në vit. Në bazë të bankës një qytet largohet në vit. Tani ti nuk mund ta mbrosh. Mua më është dashur të bëj një editorial rreth një vit e gjysmë më herët. Po. Dhe në bazë të shifrave të Bankës Botërore, nga 91 deri një vit e gjysmë më herët, ishin 1.2 milion shqiptar të larguar. Po. Që kjo do të thotë gjysma
e shqiptarëve, mos më shumë, diku te 800.000 shqiptarë janë larguar deri në 2013 dhe pjesa tjetër i takonte qeverisjes së rilindjes. Pra, për hir të shifrave që të mbetemi konkret dhe qëndrojmë që mos të jemi evaziv në shifra. Nuk kam asnjë gjë kundër me këto shifra. Pra, pse 500.000 shqiptar në këtë Shqipërinë e bukur, 300.000 shqiptar në këtë Shqipërinë e bukur të lumtur, ku gjithçka po bëhet mirë edhe atje, pse ikin shqiptarë? Tani mbi këto pyetje kam përshtypjen që janë kokforte dhe do duhet që të përgjigjet ashtu siç kryeministri ditët e fundit po mundohet edhe ti falenderoj qytetarët që e kanë bërë të reflektojë edhe e thash në fillim këtë gjë. Alfred, sa më përqendruar që përpos armërave kimike dhe protestës studentëve, kjo ka qenë një nga protestat, pra ka filluar një nga protestat që për çdo antar të Partisë Socialiste ishte një protestë kur ne na vuri përballë ndoshta edhe të një pakënaqësie të shumë faktorëve të cilët ndikojnë në qeverisë lokale apo qeverisën qendrore. Por ama unë duhet të them, shpartallovem 2 javë e para i shpartallovem s'lenjeri pa linçuar. Një sekond. Unë nuk kam linçuar. Ne çfarë nuk na quajtë? Unë nuk kam linçuar asnjë. Iranian, të paditur, të pandriçuar, nuk shikonin dot arritje. Por ama që pjesë të kësaj protestës. Mbas 80 ditësh thuaj që kjo ishte më e mira. Që pjesë të kësaj protestës. Kërkoj një falje për 20 ditë e para që nuk la gjë pa i thënë qytetarëve. Ja, njerëzve që morën guximin të dilnin në kushte regjimi se të bësh presion një qytetari ka proceduar policia 150 të rinë në 20 ditë e para ka proceduar 150 qytetar dhe nuk ja mori prokuroria, që do thotë është përdorur policia për mas shëngueshë që njerëzit mos dilnin protestonin, pa ka protestuar në kushte jo lirie për të protestuar. Dgjaj, ajo që dua të them më shumë sinqerisht që është që pjesë të klanave, qoftë politike apo qoftë agjendave që nuk duan progresin e Shqipërisë. Pjesa e asaj protestës ka qenë dhe kjo është më së saktë, më së qartë. 80 ditë mbas, më thuaj si. Më dëgjoj pak. Ja qëndrojmë këtu. Ja do ta them unë, sepse nuk mund të jetë pas një me mira llogari të cilët prishin apo atemojnë kanë gjunë urrëties ndaj çdo individi. Ku e ke verifikuar këtë? Po nuk kam provuar vetë më ndërruar. Po ku e ke verifikuar vetë? Çfarë ke provuar vetë? Në rrjetet e mia sociale, çdo video ku ishte në lidhje për progresin e qeverisë socialiste dhe që kjo protestë për mendimin tim të shkojnë në kuqet e dialogut me kryeministin Edi Rama, kanë shkuar videot me miliona viewers dhe kanë ardhur me mira komente dhe me mira mesazhe që kërcënonin me jetë. Dhe atemojnë. Tani të lutem, unë e kam të verifikuar, janë organe kompetente të cilët çfarë kanë thënë organet kompetente, pa këtë në tuaj. Një sekond, po s'kam që të bëjmë profileve falso. Kjo është problemi. Po vjen keq profilet falsove. Tani ajo që duhet të them ne kemi një qeverisje që për postim të shkarkon nga puna. Ajo që unë dua të them është pas keni marr like edhe pas keni marr share. As edhe një herë nuk ka ndodhur që në këtë Shqipëri të protestohet dhe unë mendoj dhe jam shumë i ndërgjegjshëm për këtë që në ndërgjegjen e thellë të çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë që ka dalë pjesë, pra qytetarit të ndershëm po flas, që ka dalë pjesë e asaj proteste për të protestuar është sepse e di mjaft mirë në ndërgjegjen e saj të brendshme, e di mjaft mirë që ka përballë një qeveri që të dëgjon. Dhe për këtë e këtë garantuar. Sepse në kohë asnjë lloj qeverisë, ja një minutë. Shkëputesh fare. Një minutë. Çfarë keni dëgjuar? Kjo është shkëputesh fare, sepse në asnjë kohë më përpara kur protestohej ti nuk dëgjohej. Nuk dëgjojmë nderuar. Në çdo qeverisë para 2013-s kur ti protestoje nuk dëgjoj dhe pranoj kishte nuk është dhënë ankesa se ti je moderatori nuk është portali i qeverisjes protesta nuk kishte njerëz të protestojnë ata kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit gjithmonë ishte pjesa që po të protestojë nuk mund dëgjoj njerëz kështu që për çfarë do protestoj atëre pra nism politike kishin frikë të dilnin në rrugë këto janë gjëra që duhet të themi ishte krijuar perceptimi që nuk sjell asgjë, sepse shihnin Berishën që dilte ndiste flakadane, fishek zjarrja drejtonte kryeministrisë, duke sikur ishte një parad politike më shumë se sa një protestë për hallet e qytetarëve dhe kishte humbur shpresa. Një shpresë Alfred që për hir të së vërtetës, kjo protestë, duam apo nuk duam ne, e ka çuar në çdo cep të Shqipërisë. Kjo protestë të pallatit të botës, është pallat, jo, të çdo shqiptari në çdo cep unë dua të mbetem lokal, le të filloj lokal. Më të fortë Partisë Socialiste, sepse po më nëse Rama i dëgjon, nëse qytetarët syja pse do ta bëjmë të fortë, sepse ne kemi kanë dalë sepse gjë që nuk e ka pasur asnjë fortë. Atëherë ju po thoni, tani dëgjojmë, reflektojmë dhe atë kritikën e vendosim. Po çfarë po shpresojmë që je një aktivist i nderuar, ke vite. Dhe ti di shumë
mirë që në çdo akte, se unë të ndjek, në çdo akte që ti ke ndër vite që bën aktivizmin tënd, bën kritikën tënde të shëndetshme në fushën e arsimit kryesisht që jeni më të specializuar, ju i dini më mirë që sot ka një progres në lidhje me ato kritika që ke. Pra ajo që duhet të them unë është që Shqipëria ka një qeveri kopjatëse. Një minutë. Jo, qeverisja. Ka një qeveri kopjatëse se kopjon gjithë aktivistët. Po kjo nuk është kështu. Po thoni. Kjo nuk është kështu. Kjo është mirë. Atëherë është mirë, në çështë që dëgjohet. Por çfarë kemi zgjedhur këtë qeverinë, ne mësoj nga nesër si të qeverisi. Jo, në çështë ti kritikën e këtë shëndetshme, absolutisht ulesh edhe reflekton dhe e bën edhe zbaton atë kritikën që mos jetë më kritik nesër. Ai ka lexuar absolutisht sepse Migeni është ndjerë intimiduar në momentin që dëgjonte lloj epitetesh mbi veten. Ata të tjerët që organizojnë sot protestin gjithashtu. Jo, por Migeni s'ka folur njëri, as si funksionari i Partisë Socialiste. Në dinin time më ai sa e ndjek pjesën e rrjetit. I futët të gjithë në një fuqi. Jo, ka pjesë, ka futët në një fuqi. Atë pjesë që keni futur. Pra njerëz individ, të cilët janë të përfshirë në organizata politike, por edhe organizata të ndryshme që duan ta destabilizojnë Londrin. Që qytetarët kanë dalë sepse e dinë që Partia Socialiste dhe kryeministri i dëgjon. Për këtë thatë ju kanë dalë qytetarët. Mendojnë në ndërgjegjjen e kërkesa e parë është dorëheqje. Sepse u kam qenë një nga protestuesit ka dëgjuar. Pra shumë mirë atëherë, nëse ju jeni pjesë e një kryeministri që dëgjon qytetarët e vet, besoj që qytetarët 86 ditë kanë oshëtir Rama dorëheqje. Tani ngelet progresin e madh dhe të një armate që politike dhe administrative, të cilët një sekond pra, të cilët janë duke punuar për të arritur standardet që të mbyllim të gjithë negociatat e Bashkimit Evropian dhe njerëz në 2030 në Shqipërinë ta gjejmë Bashkimin Evropian, por përpos kësaj ti ke një prezantim dhe do të prezantohet shumë shpejt, ti ke një prezantim të një kontrate të re sociale kur nuk do të jemi më në kushtet e mbijetesës siç ishim 2013, që ishim tamam për mbijetesë, por do jemi në kushtet kur çdo familje do përpiqemi që t'i garantojmë standard të cilësisë. Protestuesit i kanë dhënë syrin kryeministrit. Kryeministri është kryetari i partisë tuaj. Andjeni ju të shqetësuar që partia juaj e madhe me vot ka një individ aty brenda, i cili ka marrë për sipër të gjithë urrëtitjen e një pjesë të madhe të qytetarëve. Tani ti si antar i Partisë Socialiste. Varet se gjikon ai pjesa më madhe apo jo. Ai pyet kryeministrin, ata kanë kërkuar dorëheqjen. Ke ndërmend ta bësh? Më që thënë që është një kryetar që e dëgjon. Nuk mund të dërhiqet kur 850 qytetarë përpara një viti, po pra 850.000 qytetarë përpara një viti e kanë konfirmuar dhe kanë dhënë një kontratë të re 4 vjeçare që të qeverisë vendit. Po një deputet ikur për shembull, pse i numëron prap? Urdhëro? Një deputet e la. Ajo ka qenë pjesë e listës së sigurt. Po që do thonë në real time protesta ju ka shkaktuar ulje të numrit të mbështetësve. Po vota personale mund të ketë pasur, por ka qenë pjesë e listës dhe nuk mund të matet. Do të një individ që është pjesë e listës së sigurt nuk mund të matet. Po këtë kod ju prandaj e bët që mos të matet, se përndryshe po të ishte çdo gjë e hapur. Mirë, se nuk kemi si partia opozitare që ka futur ata hundësit kronik gjithë jetën, a kupton? Ne kemi futur Partia Socialiste ka 54 në grupin e saj parlamentar, ka pasur 54, ka 53 deputet të rinj, të cilët mund të operojë Partia Socialiste mund të operojë pa i dhënë. Shikohet në komisione. Unë nuk e kam parë raportin sepse nuk jam pjesë e parlamentit që shikoj raportin e se si një deputet bën jetën parlamentare dhe jeta parlamentare kryesisht po ta them shumë sigurisht, unë ndjek, janë kryesisht që bën në komisione, pra në projekt ligjet dhe komisionet janë aty diskutimet edhe pretendimet që ata dërgojnë kryesisht. Jo, se bëjnë dhe diskutime. Po diskutime kemi vazhdueshme apo bëjnë propozime. Vetëm të rinjtë e opozitës, jo të rinjtë e mazhorancës, sepse ata janë dakord me çdo projekt ligj që dërgojnë në atë parlament. Jam i bindur që shumica prej tyre ndoshta as nuk e lexojnë fare se çfarë ju del përpara, thjesht ngren dorën. Ishte edhe ankesa e deputetës që u largua, tha, ne nuk na vinte materiali që e kam pasur në studio dhe i kam dëgjuar, por nuk dua ta sjell atë si referencë, për sa kohë që unë kam këtu një person që i di gjërat dhe di fare mirë edhe ta thotë të vërtetën sikurse është, pa u dashur të cënoj kënd. Dhe unë prandaj e nisa këtë gjë, sepse po të rrim tani të merremi me Ergy Sagaçin apo një galeri të madhe figurash e fotografish që ka filluar të shpërndahet që nga mbrëmja e djeshme në të gjitha portalet edhe rrjetet sociale, atëherë do i kthehemi shumë pas historisë dhe do harrojmë pse jemi këtu. Ne Alfred jemi këtu pikërisht për atë qëndrim, unë e thash që në krye të këtij programi, për një qëndrim të kryeministrit që në fillim ishin sorra, korba, agjenture huaj që
edhe ju e thatë që ka gjasa që kanë qenë, po ka gjasa që aty kanë qenë dhe italianë, edhe kinezë, sepse vinin turistë në Tiranë dhe u pëlqente. Ishte për pjesë, jo për të gjithë protestantët. Si lufta hibride ka qenë dhe kjo. Prandaj po them, minimalisht tregoj diçka. Se ndryshoi. Pra, pse ishte në 20 ditët e para Sorra e Korba dhe pse është në ditën e 80 pastaj marshi i ri që e vuri qeverinë përballë një sfide të re. 2.0. Sepse ne kemi një gjë shumë të mirë, duke qenë se është atemuar edhe shumë roli i patronazhistit. Po ju e mbroni patronazhistin. Po pra, është atemuar nga të tjerët, e kupton. Unë si një patronazhist, ajo që unë kam si detyrë funksionare, edhe si antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës, por edhe si detyrë funksionare si antar i kësaj organizate politike, është që të mbaj shënim të gjitha kërkesat që për mendimin tim janë të vlefshme dhe nuk janë kërkesa të cilët kanë qëllim destabiliteti, shumë destabiliteti të një funksioni apo një diçkaje. Kështu që ajo që unë kam bërë edhe shumë funksionarë të Partisë Socialiste kanë bërë është që kanë marrë të gjithë kërkesat e qindra apo edhe mjera mund të flasim të individët të cilët kanë marrë mikrofonin dhe kanë shprehur shqetësimet e tyre, i kemi vlerësuar, i kemi drejtuar përpara një platforme e cila ndoshta faktikisht ka funksionuar kjo platformë, por ndoshta për shkak të qytetarëve nuk ka pas informacion, ka qenë një platformë bashkëpunëtore. Më lejo t'ju jap një këshill. Çojeni në shkollë patronazhistët se janë analfabet. E di pse e them këtë? Sepse juve nuk ju vjen asnjë ankesë nga këta qytetarë për nivelin e arsimit. Nuk i vjen asnjë ankesë sikurse po ta them unë shkova provova që kapin dhe nuk kam akoma përgjigje mas 2 muajsh. Ore këta shkojnë, ku shkojnë këta? Po ja, dhe shkojnë ato shkolla këta. Sa marrën nga emisioni, unë do nesër në emailin do ta raportoj. Pra ajo që duhet 1 minutë. Ajo që duhet. Po për çfarë do raportoni? Unë shqyr zotit që jam ende shëndoshë mirë, po nuk vazhdojmë kështu. Nuk më kupton. Sepse ju keni vendi katje t'ia përgjigj. Unë si patronazhist do i raportoj thua. Jo, 1 minutë. Unë jam pjesë e një funksioni politik. Dhe duke qenë pjesë e një funksioni politik, jam njerëz antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës. Dhe duke qenë antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës, unë merrem me çdo ankesë të cilët më vjen në çdo drejtim, nga ana shëndetësore, arsimore, merri të gjitha. Dhe këto kërkesa unë përpiqem që t'i drejtoj politikisht në administrat për të arritur për të zgjidhur zgjidhje dhe për të ditur se pse vjen ky shqetësim i këtij qytetari. Pavarësisht se qytetari është i lirë dhe mund ta bëjë në platformat, në platformën e bashkë. Po jo, se nuk funksiononte para protestës. Platformën e bashkëverisjes. Sot që funksionon. Platformën e bashkëverisjes. Platforma e bashkëverisjes është një platformë e cila ndjek çdo ankesë të çdo qytetari në institucionet publike. Po pse do të kthesh tani po një pyetje shumë konkrete, do i kthemi asaj. Një pyetje shumë konkrete. Meqense jemi 2 javë para nisjes së shkollës. Nga zona e Astirit, që sa duhet ketë? 300.000 banor? A keni ndonjë patronazhist që ju thotë që s'keni një shkollë? Po. E kemi dhe kemi ngritur si shqetësim dhe madje është duke bërë shkolla në vijën e fundit të Vila Lësë, po e marr. Është duke bërë shkolla dhe kopshti. Duke u bërë. Po kemi sa vjet ka ajo, sepse dakord, Unaza u bë. Okay. Ishte e nevojshme. Unë nuk jam nga ata që ndaloj zhvillimin. S'e kam thënë kurrë. Por nuk u mendua pak që kjo zonë që po populloi dita ditës kishte nevojë së para për çerdhe, kopshte, sepse gjithë ata vinë sot sa te Vasil Shanto, sa në Laprak, sa në kombinat dhe ngarkojnë të gjithë sistemin arsimor, duke mos lejuar që ata që banojnë aty dhe ka një logjikë. Kjo ka qenë një shqetësim i vazhdueshëm i këshilltarëve socialistë, po jo vetëm socialistë, por edhe demokrat në Këshillin Bashkiak të Tiranës. Por që nuk më parasysh. Dhe njerëz ajo që duhet të them është që për po flasim për një dekadë, janë bërë më shumë se 120 objekte arsimore, pra çerdhe dhe kopshte. Ku janë këto objektet arsimore që ende kanë mbi popullime në çerdhe? Po sepse janë nga 30 fëmijë në një klasë të çerdhe. Shumë e vërtet, sepse ajo që duhet të them unë është sepse kemi ndryshuar me kjo nuk emancipimin. Po kjo gjuhë nuk shkon më, Alfred. Po nuk shkon më, domethënë, ne do flasim për arritje apo do flasim për shqetësimet e qytetarëve që kanë 86 ditë në shesh. Po nuk mund ta bësh këtë narrativ akoma sot që s'ka ka pasur kurrë ndonjë qeveri me nuk e duke kuptuar kontekstin në cilin po ndodhet Shqipëria. Qeveritare ku funksionon? Shqipëria është në një kontekst tjetër tani. O Miguel, ti mendon realisht unë si antar i Këshillit Bashkiak Socialist apo ti mendon edhe kryeministri apo të gjithë ministrat që drejtojnë këtë kabinet nuk duan që ta ndryshojnë nga aja të shëja në moment për 24 orë këtë gjë. Ne me statistika se po ti statistika kisha marr unë të gjithë të arrestuarit me burg.
Edhe ti përmend se del emisioni. Omigjen, nuk është fryrje, por është çështje e prioritizimit. Funksionar të lartë Omigjen, është çështje e prioritizimit në lidhje me shpenzimet buxhetare. Këtë që dua të them, se unë tani jam dhe ekonomist, ne dua të bëj gjithë. Unë kam kërkuar që të bëhen 10 shkolla më të reja. Nuk i bën dot prefekt të mundësive buxhetore që ka. Ne po diskutojmë në makro. Ti tani diskuton për letrën ingjenike brenda shkollave. Jo, po jo. Tani dhe njëherë jemi në situatën ku qytetarët e kësaj republike janë 83 ditë në shesh. Ka ndodhur në Shqipëri protesta më e madhe në historinë e tranzicionit shqiptar. Shumë e vërtetë. Dhe është përballë një qeverie që me kontratën e re sociale do t'rregoj që jemi aq të avdaq përgjegjshëm për ta ndryshuar këtë realitet. Atëherë nisim këtu. Që do të thotë, qeveria është dorëzuar përpara kësaj proteste dhe ka kuptuar që të gjitha këto 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 që ju thoni, as nuk numërohen, as nuk mjaftojnë. Nuk është dorëzuar. Po kemi shkuar nga një periudhë mbijetese, që kemi marrë me periudhë mbijetese dhe me miliona euro borxhe dhe me sisteme kolaps në një sistem që sot kërkohet standardizimi dhe cilësia e shërbimit. Po shkëputej që këtu është. Po shkëputej që këtu nuk është më narrativ kjo. Nuk është më narrativ në kontekstin e ri ku jemi. Jo, ata qytetarë që janë sot në protestë bashkë me ty sot kërkojnë standard për jetën e tyre dhe për familjen e tyre. Çfarë ka ndodhur me qeverisjen? Qeverisja çfarë ka bërë? Mbas kaq shumë ditësh që një protestë e konsideroi agjentur, tani e ka marrë e ka lexuar këtë protestë dhe këtë protestë të agjenturave e ka bërë projekt qeverisës për të ardhmen. Jo të agjentuar. E kupton ti tani? Do të thënë, atë që ajo e godiste për agjentura, tani e ka bërë plan qeverisës për deri në fund të mandatit. Se s'mund ta lejoj dot. Po kështu ka qenë. Miguel, unë të dëgjoj ty. Të dëgjoj ty sepse e respektoj, vlerësoj mendimin tënd sepse ti e do vendin, e do komunitetin, do familjen tënde edhe e bën kontribut për këtë vendin, por nuk absolutisht që nuk mund të dëgjoj njerëz të cilët janë pjesë e protestës që kërkojnë destabilitetin tonë. Kaq varoj. Kaq shëfiesh. Ti mund të lexosh dhe Don Kishotin dhe të mendosh që aty ka mulliere. Janë me fakte. Cilat janë fakte? Janë me fakte, janë publikuar. Ku është Greku aty? Ku është Iraniani aty? Ku është Sorosi aty? Na thuaj fakte. Një nëngrada që ishte nga Iraniani e kemi një nëngrada, domethënë. Çfarë nëngrada thuam? Po e kemi një zonë nëngrada që ishte pjesë e Iranit. Po ti ke gjysmën e qeverisë në burg edhe s'po ta bën paralele njëri këtë. Ti thua që në cep të sheshit kishte një individ. 10 apo 20 njerëz të cilët janë marrë me korrupsion, ti ke shpallur urtin në ngrata, ti ke shpallur gjithë partitë socialiste që merren me korrupsion. Po ti mund të shpallësh gjysmën e sheshit në ngrata. Po të kuptoj. Ajo është diskrecioni joti. Tani me diskrecionin tënd ti nuk mund të më thunesh mua. Janë fakte të cilët janë shumë pesh ndaj gjithë publikut. Presioni ka vajtur aq lart sa kryeministrin e ka detyruar të mendoj qeverisjen e ardhme të vendit me atë çka protestuesit kanë kërkuar. Është e vërtet kjo apo jo? Ma ato të ndershme. Jo vetëm ato, po atë më mbaj. Edhe organizatave socialiste që bëjnë vlerësimet e tyre. Por ka harruar një element të rëndësishëm që në atë protestë është kërkuar dorëheqja e kryeministrit. Dhe kryeministri ka marrë çdo gjë nga protesta, e ka lexuar çdo gjë nga protesta, po këtë nuk e ka lexuar. Ashtu siç nuk e lexon edhe po si mund të dorëhiqet edhe pastaj kërkon realizimin e pikave të kërkesave, se kjo është nonsens. Për çuditë nuk e lexon as Berisha këtë për shembull. Domethënë lexon çdo gjë, mbështet çdo gjë të protestës, po dorëheqja nuk e mbështet. Protesta ka 100 kërkesa. Nga 100 kërkesa të para ka duhet të realizojë 100 kërkesa, po të para ka dorëheqja e kryeministrit. Kush e realizoi këto 99 kërkesa? Dhe këtë po ta them se unë të kam ty këtu përpara dhe nuk kam kryeministrin. Atëherë dhe unë po ta them, ka një kërkesë të publikut që ti duhet ta lexosh mbase më përpara se kryeministri, se kryeministri mund të mos ketë interes ta lexojë, që është dorëheqja e tij. Dhe ti duhet të çosh brenda partisë tënde presionin e duhur që kryeministrin ta çmontosh dhe nuk e di, mund t'i gjesh një kryetaf tjetër partisë socialiste. Sepse nëse ju keni ngelur vetëm në dorë të një individi, ai individ është duke u kërkuar dorëheqja. Duhet të përgatiteni për diçka tjetër, nëse doni të lexoni protestën. Okej, tani të lutem, unë nuk e di nëse ti je pjesë aktive e një organizate politike, këtë nuk e di. Po ne po lexojmë protestën, ka lidhje me organizata politike. Jo, nëse je pjesë e një organizate, po duke qenë pjesë e një organizate politike, para ka një linjë politike, edhe dyta, lideri apo kryetari i cili të shoqëron fitore nuk gjikohet. Fituesi është fitus. Dhe ka sjellë Partinë Socialiste në qeveri, pra në pushtet, që çdo kërkesë të çdo antari socialist që është në komunikim të vazhdueshëm me komunitetin në zonën dhe territorin që ka, shkon drejt kësaj strukture politike e cila merr kërkesë për ndryshimin e atij realiteti ku kërkohet të ndryshohet. Pra ajo që duhet të them unë është që
kryetari i një force politike me vizionin e tij ka arritur të shoqërojë këtë forcë politike dhe me strukturën e tij para leadershipin, këtë strukturë politike në fitore. Dhe duke qenë në fitore, e ka sjellë në fitore me kundërshtar Berishën në fitore dhe ka një kontratë me 850.000 qytetarë dhe këtë kontratë me 850.000 qytetarëve, nëse doni që t'ia hiqni këtë kontratë, zgjedhjet e 2029 vijnë dhe në 2029 atëherë le të vendosi shumica se kush duhet të qeverisë prap vendin. Por jam shumë i sigurt që në zgjedhjet e ardhshme të 2027-s prap do të dominohet nga Partia Socialiste vetëm dhe vetëm për një fakt, sepse Partia Socialiste dominohet nga Partia Socialiste, ti mund të fitosh të rjetën në Partinë Socialiste ka njerëz të shkëlqyer, ka njerëz të cilët punojnë dhe japin kontributet qoftë politike, po dhe pjesë të nismave ligjore të parlamentit që të ndryshojnë dhe të përmirësojnë cilësinë e jetës së çdo qytetari dhe të komunitetit. Pra ne jemi një strukturë mirë organizuar që vetëm kemi një qëllim, qytetarin dhe barazinë e këtij qytetari para ligjit dhe standardizimin e këtij qytetari në cilësinë e shërbimit. Po Partia Socialiste është e barabartë me Edi Ramën. Është kryetari i partisë. Të po më thua. Është kryetari i partisë. Është i barabartë, domethënë. Është kryetari i partisë. Unë të riqem nga vizioni kryetarit. Nuk është i lirë ta thot këtë, me shumë mundësi kryetari i partisë është më shumë se sa Partia Socialiste. Dhe fatkeqësia në këtë vend është që Alfredi është brenda një partie që nuk ka minimalisht parimet e demokracisë, ku kryetari nuk mund të jetë më i madh se sa partia vet. Kryetari është i zgjedhur nga partia. Kryetari ka shoqëruar partitë. Atëre, kryetari ka shoqëruar partitë minimalisht duhet ta marrë ta pyes. Në zgjedhjen e leadershipit të saj dhe në vizionin e drejtimit të qeverisë, ka mundur të protestën më të madhe në historinë e Shqipërisë dhe të arrijë të ketë progres në kërkesat e tyre. Kjo është po flas për parime demokratike. Si ka mundësi që një parti në forumet e saj të brendshme nuk e merr kryetarin e vet dhe i thotë si ka mundësi more zotëri që të kemi lënë 13 vite dhe ti na sjell mbrapsh protestën më të madhe në historinë e tranzicionit shqiptar. Si nuk ja bën një nga ju pyetje kryeministrit? Në 100.000 antarët, të lutem, të më le të aprofundoj. Në 100.000 antarë që ka Partia Socialiste janë antarë të cilët vijnë nga shumë fusha, pra në gjithë fushat e jetës. Unë kam qenë nga fusha e mbrojtjes sociale dhe për sa i përket unë si antar në fushën e mbrojtjes sociale ka një progres të jashtëzakonshëm në lidhje me këtë drejtim. Dhe unë këtë vlerësoj. Dhe madje një minutë, madje të vetmet të cilët unë ja kam reklamuar edhe kryeministrit, edhe kur kam qenë në kabinetin e ministrit të shëndetësisë dhe aktualisht edhe sot, e vetmi problem që sot ka qeveria socialiste që unë përpiqem që ta zgjidhi për shkak të edhe pamundësive buxhetore, është që sot neve nuk kemi një qendër, edhe po them edhe publikisht, e kam thënë edhe publik. Ne sot nuk kemi një qendër të specializuar për vetë spitale psikiatrike të shëndetit mendor për persona të cilët janë plus 21, që është një nga barrat më të mëdha të kësaj qeverisë dhe që kemi një kërkesë të jashtëzakonshme për institucionalizim të këtyre për shërbime të realizuar. Se kanë vajtë lekët e check-upi. Jo, sepse është programi i deinstitucionalizimit dhe programi i deinstitucionalizimit është një program i cili përfshin që mos të ketë institucione në Shqipëri apo të jetë kujdes. Po një minutë pra kjo është një nga kriteret e Bashkimit Evropian që unë për shkak kur kam qenë atje kam kundërshtuar, do të them që është pa sens për kulturën që ka jeta në Shqipëri. Pra ka gjëra që nuk kanë të bërë. A sot ndihma ekonomike në nivele që do fare. Një minutë pra është në nivele të raport me kryetarin. Po pra i kemi reklamuar dhe i reklamojmë vazhdimisht të gjitha shqetësimet që kemi në bazë komunitare, sepse fundit aty si antar këshillit nuk profesor Alfred Morremi në interesat e mia, se interesat mia jam rregull, se jam as pjesë administratës publike se për informacion, jam shumë rregull me anën time, është thjesht. Po kërkojmë që të çosh pak më shumë presion brenda partisë tënde për të dhënë mundësi që të demokratizohet dhe të kontribuojnë më shumë për hapësirën shqiptare. Unë demokratizim e quaj kur ti ke një drejtues politik, që një drejtues politik të merr të gjitha ankesat dhe punon me ty si antar i kësaj force politike për të bërë progres në lidhje me çdo ankesë të cilët vjen nga çdo lloj zonë elektorale. Nuk e di që protestojnë në Shqipëri atë. Kjo është. Po nuk e ke ide sa protestohet brenda strukturave të Partisë Socialiste. Nuk e ke do të ftoj një ditë, po ma dha dhe konfirmimin se dhe do të shikosh që aty ka një luftë dhe ka një luftë 3-4 orë, 5 orë gjatë gjithë kërkesave të cilët kërkojmë të shtyjmë përpara në lidhje me ankesat që na vijnë nga banorët dhe me njëri tjetrin besoj që keni një luftë shumë të ashpër, se lufta e dyshave në Partinë Socialiste i ka çuar njëri tjetrin në burg. Po unë po flas për kryetarin. Unë jam me Partisë Socialiste më zotëri që më duhet mua dyshi njëshi. Më kupton, mua mjafton që unë jam antar. Dgjoj, ma besoj vetëm gjë. Unë nuk do isha kurrë antar i kësaj force politike nëse ndaj meje apo ndaj çdo kërkese të cilët unë e kam në fushën e mbrojtjes sociale, nuk do të isha trajtuar të paktën me integritet. Ma besoj. Nuk do i fare, do isha një njeriu që të Shqipëria vetëm po ma bën si ajo Barsaleta e Pleshtit që nxënësi kishte mësuar vetëm për Pleshtin dhe kur e pyetën vazhdimisht mësuesit
për Delen, ai thënë Delia ka plesht dhe kur e pyesin për Kalin, Kali ka plesht bliste për pleshin, ata menduan se po e gozhdonin duke i thënë po për peshkun na fol se s'ka. Ai tha peshku nuk ka lesh ta dhe po të kishte lesh do kishte plesht. Dhe di tani ne vazhdimisht pyetim dhe ti flet prapë për çështje sociale. Po, sepse kush mbuloj me ndër. Do flasim apo do flasim? Kush mbuloj ndër. Duhet për një nga editorialet e mia kjo historia. Alfred, si është e mundur që njeri si ti ka që suksesshëm në administratë publike për çështje sociale sot dhe sepse nuk më jep përgjigje, ta bëra në fillim po ta bëj ndryshe tani. Sot ke marrë mbi vete deri te mallkime, jam i bindur për këtë. Kur dile dhe mbroje Edi Ramën, a nuk ndihesh keq ndonjëherë që ndihesh i pavlerësuar që ke bërë gjë të mirë? Jo, nuk jam ndier pavlerësuar, madje jam ndier vlerësuar. Edhe madje jam ndier vlerësuar sepse para jam ndier vlerësuar, dëgjoj, nëse unë bëj një bindje, nëse unë bëj vizionin, edhe nëse jam pjesë e forcës Partisë Socialiste, një minutë vizioni sepse vetë Rama e ndryshoi nga dita e parë deri te 87-të. Një sekond. Dhe ajo që unë dua të them unë është mua mallkimet më vijnë përgjithsisht apo linçimet apo memet, siç e përmendët, më kanë ardhur nga njerëz për cilët nuk e njohin fare. Nuk e njohin fare jetën time, nuk e njohin atë që unë kam mundur të bëj. Jo si pjesë administrative publike, por atë që kam mundur të bëj unë si aktivist. Po edhe ty nuk të shan njëri për Alfredin tek shtëpia e familja. Të gjithë të shajnë për Alfredin që del në media edhe në këto momente bën ende mbrojtjen duke thënë që ne patronazhistët i kemi nxjerrë në terren edhe nuk na sjellin ankesa për shkolla. Sepse na sjellin për check-upin, nuk na sjellin për sterilizimin. Ka 1 milion gjëra çështja e shëndetësisë. Po, shumë e vërtet. Tani unë ajo që dua të them unë është qëllimi im që e mbroj dhe vazhdoj ta mbroj dhe vazhdoj ta besoj ende që qeverisja më e mirë që ka ndodhur këtij vendi është Partia Socialiste është vetëm për vetëm faktin se mbi të gjitha unë nuk jam kur një individ mosmënjorës ndaj një kërkese të vazhdueshme që ka shkuar në drejtim vullneti politik, sepse unë fillimisht kam provuar dy elementet. Elementin e parë kam pasur shoqërinë umane dhe vlerat umane, unë arritat të jem edhe kandidat për çmim ndërkombëtar, pra kam qenë një nga finalistët për çmimin ndërkombëtar që më përpara nuk konceptohen në Shqipëri. Pra, nëse më përpara un kam arritur të bëj me aktivizëm social, me komunitetin e timve, me gjithë komunitetin ndërkombëtar të mbështetjes. Rreth 110 shtëpi për kryefamiljarë të veja apo të rinj të cilët jetonin me gjyqjet e tyre. Fal vullnetit tim dhe fal kërkesës time për të bashkangjitur vullnetit politik të Partisë Socialiste, sot un kam 5700 kryefamiljarë. Pra ajo që dua të them unë është që kur isha aktivist, kaq mundet të bëja. Kur jam sot pjesë e kësaj force politike, kam bërë një gjë shumë më të madhe dhe kjo mban atë diferencën që më përpara un kam shkuar dhe në kur ka drejtuar qeverisjen, kur drejtonte qeverisjen Partia Demokratike dhe siç më kanë hapur derën, pra më kanë hapur derën kërkesat, duke më thënë që janë kërkesa të drejta, ashtu edhe më kanë nxjerrë për jashtë dhe nuk kanë marrë. Sa është numri i personave që keni ndihmuar? 5700 kryefamiljarë të veja sot janë me shtëpitë e tyre. Unë do doja që vetëm 140 deputetë të atij parlamenti të kishin bërë nga kaq, edhe sot Shqipëria nuk do kishte më probleme. Por fakti që vetëm ti sot del në media dhe po jap unë përgjigjen që ti nuk po e jep dot. Fakti që ti sot del në media për të mbrojtur qoftë edhe atë qeveri që në bulevard kërkohet Rama të jap dorëheqjen, e bën sepse ti e ke bër punën tënde. Por fakti që ata njerëz janë prap në bulevard sot në ditën e 89, nesër 3 muaj e kusur, është një motiv i qartë. Se gjithë të tjerët nuk e kanë bërë punën e vet. Se çdo njeri në Partinë Socialiste po të kishte bërë kaq sa ke bërë ti, atëherë të gjithë shqiptarët sot do ishin në Shqipëri së pari dhe nuk do i mungonte asnjë shërbim. Jemi dakord këtu? Dhe pyetja tjetër, nëse unë e marr të mirëqen që asnjë qeveri deri më sot nuk ka bërë sa ka bërë kjo qeveri. Ju jap punë të drejtë. Pyetja që lind është, a është ky standardi i qeverisë dhe shërbimit që meritojnë shqiptarët sot që po rropate në rrugëve të botës? Jo, nuk është standardi dhe për këtë kërkohet që ne nga mbijetesa të shkojmë në atë standardin që duhet. Ja të kemi. Pra dhe ky standard kërkohet që ata të zgjedhur të Partisë Socialiste, ata që kanë në mbikëqyrje patronazhimin, ata që kanë në mbikëqyrje organizatat, unë nuk e di se sa struktura keni ju si socialist. Por të paktën të dëgjoj njërin prej tyre. Dhe duke dëgjuar njërin prej tyre do ndihmojnë 17 shqiptarë të ndihen më mirë. Nëse çdo njëri prej 100.000 socialistëve që jeni ju do bëj të njëjtin rol,
bëj vet llogaritë se sa të lumtur do ishin 1.700.000 shqiptar, aq sa kemi mbetur në këtë vend, apo s'është kështu? Është vërtet. Tani unë duhet të bëj edhe një paralizëm dhe këtë lloj paralizmi duhet të bëj në aspektin ekonomik. Nuk arrin dot të bësh të gjitha. Nuk arrin dot të bësh të gjitha për shkak të mundësive buxhetore. Sot neve jemi në kushtet më të mira të mundësive buxhetore. Kjo është e gabuar. Një minutë. Nëse nuk arrin të bësh dot të gjitha, jepja dikujt që të pretendon se mund të bëj të gjitha. Të lutem, nuk i bën dot të gjitha përse nuk ecën në një vizion, nuk mund të përkthehet në vepër me shkop magjik. Po ne tani kemi shiko. Ti ke sot incineratorët, aferë vjedhje. Ti ke Albanian aferë vjedhje. Ti ke çfarë nuk i ke thënë këtij vendi? Domethënë Elbasani i ke vënë dhe post pist Formula 1. Për çdo vepër këtu ka pasur elemente korruptive dhe ka pasur elemente korruptive që ti e ke zhvilluar vendin në lavatriçe me përgjegjësi politike Partisë Ndërtimeve. Tani prandaj po them, është pa drejt. Është përgjegjësi politike e Partisë Socialiste e 100.000 anëtarëve që kanë kërkuar një vepër që më në fund kemi digitalizimin e çdo shërbimi dhe ta kemi Albanian. Ta kemi Albanian, një minutë të lutem. Alfred, nuk punon në të gjitha gjërat. Po ti sa tu arrestuar një nga njerëzit e përfshirë me sot e ke një vepër, Partia Socialiste ka luftuar për të vepër. Ai që ka bërë korrupsion për atë vepër, të marrë përgjegjësinë e merituar. Edhe Sali Berisha më thotë ende sot e kësaj dite, që ju sot keni rrugët i kam shtruar unë. Ju a bëra fala sepse i shtrova unë. Ju a bëra me kosto që nuk maten me kostot që ja bër sot. Po, dhe kur morëm qeverinë e 2013-s, ti e di shumë mirë, kur morëm qeverinë e 2013-s, ne kishim 500 milion euro detyrimet prapë mbetura ndaj firmave të rrugëve. Të keni ende një borxh për këtë arsye, euro është në nivelet më skrupuloze që ka qenë ndonjëherë, që do të thotë nëse do qeverisje mirë bëheshin të gjitha. Nëse nuk do kishte korrupsion bëheshin të gjitha. Nëse nuk do ishin mega skandalet më të mëdha në historinë e vendit brenda kësaj qeverisje, do ishin bërë të gjitha. Nëse nuk do kishte ministra që janë në burg, apo deputet që janë në burg, apo kryetar bashkisë që janë në burg, bëheshin të gjitha. Dhe ti duhet jesh koshient, pra duhet i thua shqiptarëve, nuk i bën dot të gjitha se një pjesë e mirë e jona vjedh. Dhe pse vjedhin, shumica e shqiptarëve e kanë përgjigjen sepse e ktill është fryma e drejtimit. Kjo është struktura e drejtimit dhe bën me faj kryeministrin. Dhe ju si të shqetësuar për atë parti duhet vini dhe t'i kërkoni llogari. Kjo është e gjithë fabula. Prandaj unë dhe Erion jam shumë i lumtur për vullnetin e Partisë Socialiste për reformën në drejtësi, është sepse vetëm në 2025-ën ka arritur që 60 milion euro të jenë asete dhe para kesh të sekuestruara nga krimi organizuar. A janë depozituar? Po, janë vetëm për mbrojtjen sociale, kanë shkuar për mbrojtjen sociale, për financimin e programeve dhe mbrojtjes sociale dhe normalisht asetet përdoren për shërbime kombëtare. Kjo është punë e sistemit drejtësisë që ju i thoni shteti prokuror. Pra kjo është ajo që cilët unë jam shumë i lumtur që para. Që nuk ja dorëzoni vend kryeministrin dhe e mbroni me imunitet parlamentar. Për këtë zyrë po flasim. Imuniteti i mbrojtjes ka qenë në lidhje me mosarritjen me burg tani se ne. Po flet për arritjet e një strukture që ti nuk i përgjigjesh. Një minutë lutem. E vetme gjë që unë do të them, nëse neve do të donim edhe do i kishim bërë të gjitha gjërat, kemi shumë gabime absolutisht, unë e pranoj dhe kam pranuar. Por nëse ne do të kishim bërë të gjitha gjërat, në 2025 nuk do të kërkonim një konfirmim dhe një mandat të 4 për ta drejtuar vendin. Ma beso. Alfred, a ishit ju në takimin e Pogradecit? Jo, unë nuk isha në takimin e Pogradecit, unë punoj me janë vetëm drejtues politik edhe jam dakord. A e dini nëse në takimin e Pogradecit janë marrë në shqyrtim edhe kërkesat e Bashkimit Evropian për ligjin e investitorëve strategjik, për hedhjen poshtë ndryshimin. Po ka pas diskutime. Ka pasur diskutime. A pritet të merren vendime sepse kur e kërkon në Europa, që ne e kërkojmë kaq ngulm të shkojmë atje, të paktën kjo qeveri që thoni ju është më e mirat, duhet ta kishte bër apo nuk duhet ta kishte bër? Është bërë edhe një komunikim nga kryeministri Edi Rama në procesin e mbylljes të 3 kapitujt të negociatave me Bashkimin Evropian. Në lidhje me ligjin e investimeve, në ligjin e investimeve strategjike, ligji i investimeve strategjike humbet fuqinë e vlefshmërinë brenda 31 dhjetorit të këtij viti dhe më pas do të punohet. 31 dhjetor çfarë ndodh? Nuk ka asnjë. Ne po presim mbledhjen e KKRT-s, do të shohim se çfarë do prodhojë. Në dënimin time nuk ka asnjë edhe janë refuzuar të gjitha kërkesat që kanë shkuar. Dhe po do punohet në vitin që do vijë, do të punohet për një ligj e cila do të jetë e parafruar me atë që ka kërkesa dhe bashkëpunimi. Në një vit elektoral, në një vit ku duhet të aplikohet reforma e re territoriale, ju do mendoni edhe për këtë ligj. Dgjoj, ne bëjmë shumë akte, domethënë ne bëjmë shumë akte sepse procesi negociatave procesi negociatave ecën, dhe procesi negociatave duhet mbyllet brenda fundit 2027-s apo gjysmën e parë të vitit të 2028 për shkak sepse është
është një objektiv që e gjithë Partia Socialiste është në këmbë vetëm për këtë gjë. Uroj që kjo të shkojë deri në fund. Unë e mbyll me kaq sepse jemi për te limiteve. Faleminderit ka që ishte këtu. Faleminderit Genqer Axhi. Është një debat i cili për fat të mirë ende gjen element si në mazhorancë, ashtu dhe ndër aktivistë që mund të flasin dhe mund të logjikojnë. Ju e merrni vetë vendimin tuaj. Nëse nuk ju pëlqeu kjo pjesë, menjëherë pas siglës ne flasim për një arrestim të bujshëm jo më larg se brenda 24 orëve. Na ndiqni. Arrestimi i Ergys Agasit të rikthehen në qendër të vëmendjes dosjen e tenderave të Akshit dhe akuzat për një skem të dyshuar të manipulimit të prokurimeve publike. Ai është një prej personave në nënhetim nga SPAK në kuadër të kësaj dosje, së bashku me biznesmenin Ermal Beqiraj dhe persona të tjerë. Ndaj Agasit ndërkohë qëndrojnë një sër akuzash, mes tyre konkurrencë e paligjshme përmes dhunës, heqje e paligjshme e lirisë, shkelje e barazisë në tendera, grup i strukturuar kriminal, pastrim parash dhe korrupsion. Autoritetet kanë sekuestruar 10 pasuri të lidhura me Agasin. Dosja e tij ka edhe një dimension politik, sepse në të është përfshirë drejtuesja e Akshit, Mirlinda Karçanaj. Pyetja që lind është politike. Çfarë tregon kjo dosje për mënyrën se si janë administruar tenderat publik dhe për përgjegjësinë politike e institucionale të qeverisë? Përgjigjen e marrim nga një përfaqësues politik, teksa Dorian Teliti më bashkohet online. Faleminderit zoti Teliti që jeni me ne. Faleminderit ju për ftesën. Ergys Agasi, për ju, demokratët, është thjesht një biznesmen apo është personi që ka në dorë fatin e kryeministrit dhe të qeverisë? Se çfarë përfaqëson Ergys Agasi, nuk e din thjesht demokratët. E din demokratët, e din socialistët, e din çdo njeri që është pa parti dhe që nuk është, le të themi, mbështetës një force politike, mazhorancë apo opozitë qofshin ato. Aferat në të cilat është përfshirë Ergys Agasi janë prej vitesh tashmë të denoncuara, jo thjesht nga opozita, por edhe nga faktorë të tjerë, të cilët kanë bërë tashmë transparencë se çfarë ka ndodhur gjatë gjithë këtyre viteve dhe influencën marramëndse të zëvendës kryeministrit në hije de facto i qeverisë shqiptare gjatë viteve të fundit. Janë bërë publike dhe çdo kush e di se çfarë influencë kishte ai tek Akshi, se çfarë influencë kishte Ergys Agasi në tenderat publik, se çfarë influencë kishte Ergys Agasi edhe në policinë e shtetit, se çfarë influencë kishte Ergys Agasi në emërimet kudo në administratë, nivele të larta drejtuese, madje edhe në nivele politike, nivele ministra, zëvendës ministra, sekretarësh përgjithshëm, dhe madje ka edhe personazhe të mazhorancës, të cilët të cilët janë larguar nga detyra e tyre, shpeshherë kanë fajsuar edhe vetë Ergys Agasin, që ka qenë shkaktari i largimit të tyre nga pozicioni. Pra realisht Ergys Agasi arritën në një grup tamam të strukturuar kriminal, ashtu siç akuzohet edhe nga vetë SPAK-u tashmë, të cilët kanë futur duart jo thjesht në paran publike, jo thjesht në pronën publike, por i grupi strukturuar kriminal që preku, madje edhe jo thjesht dinjitetin, po edhe sigurinë njerëzore. Ke rastet e denoncuara tashmë edhe të ndjekura edhe nga vetë SPAK-u në dosjen e saj, të cilët flasin dhe për pekmarrje të qëllimshme të organizuar të personazheve të botës së biznesit, të drejtuesve të botës biznesit, sidomos të atyre të lidhura drejt për drejt me tenderimet, me ofertuesit dhe themi të shërbimeve ndaj Akshit, të cilët janë marrë peng her pas here për t'i bërë atyre presion, për t'u tërhequr nga garat, apo për dhënë dorëheqje le të themi nga procedurat e ankimimit, siç ka qenë dhe rasti që u bë eklatant, siç ishte rasti Geront Meçës e kështu me radhë, të cilët dihet mjaft qartë që kanë qenë mbrapa organizatorët e mbështetur dhe të urdhëruar me sa duket, siç thuhet në dosjen e SPAK-ut, nga Ergys Agasi dhe kompani. E qartë, ndërsa kryeministri Rama në intervistë me Rai 3 nuk donte ta përmente një njeri që sipas tij nuk ishte i pranishëm, nuk ishte pjesë e qeverisë, nuk ishte personi që thuhej lart e poshtë që i cilsoi thashë Themnai, sot
kryeministri në këndvështrimin tuaj është personi që duhet të ndihet në siklet, apo është ai që ndoshta investoi në arrestimin e Ergys Agasit? Shiko, nuk është hera e parë që kemi dëgjuar kryeministrin Rama që të distancohet apo të kërkojë që të mos flitet për dikë meqenëse nuk është prezant. Këtë gjë e ka bërë me Ergys Agasin, këtë gjë e ka bërë me Vangjush Dakon, këtë gjë e ka bërë edhe me në vitet 2016 atë 17 atëherë Besamir Tahirin. Këtë gjë e bëri me Erion Velia, ne bëri me Beqin, pra gjithmonë në fillimet e një skandali të madh, se ky është një mega skandal. Gjithmonë fillim skandalit të madh, gjithmonë kryeministri bën lënç, s'kemi pse flasim, jo procedurën te dinjiteti e kështu me radhë. Këta janë njerëz publik. Kanë qenë apo janë, varësisht rasteve, rasti konkret ky nuk është më funksionar publik, është i arrestuar tashmë nga Spaku dhe policia e shtetit. Kemi të bëjmë me njerëz influentë. Ne e dimë si funksionojnë gjërat, e kuptojmë, dhe nuk mjafton, ose nuk është detyrueshme të kesh një pozicion publik për të patur influencë. Influenca të jepet nëse ti ke edhe fuqi politike që të mbështet ty nga brapa. Dhe në rastin e Ergys Agasit, ashtu siç ka dhe rastin që ka denoncuar edhe ish zëvendës kryeministri i kohës Arben Ahmetaj, nga Aratia tashmë që ka denoncuar për lidhjet e forta dhe fuqinë marramëndse që Ergys Agasi ka patur gjatë këtyre viteve të fundit mbi administratën publike, mbi politikanë të mazhorancës dhe në fushën një ndikim marramëndës në fushën e biznesit, dihet praktikisht që kush janë të japë këtë fuqi, janë vetëm drejtuesit e lartë mazhorancës. Kështu që përgjegjësia politike e drejtë për së drejtë bie normalisht mbi drejtuesit e mazhorancës, që të rastësh edhe kryeministri. Përgjegjësia penale uroj që një orë më parë Spaku të bëjë transparent dhe jo të vendosi para drejtësisë thjesht Ergys Agasit dhe disa tjerë, po të vendosi edhe sponsorizuesit dhe mbështetësit dhe ata që i ka dhënë garancinë Ergys Agasit për të bërë ato që ka bërë, të cilët janë tashmë fakte publike, janë informacion publik i njohur nga çdo kush, i majt apo i djathtë qoftë ai. Përgjegjësia patjetër nuk është duhet të jesh se kur je në politik, nuk duhet të jesh thjesht përgjegjës për një shkelje, po edhe faktin e përgjegjësisë që mund ta kesh toleruar një shkelje, apo që të kesh qenë patjetër po mbështetës, që është e dënueshme, po edhe po të mos kesh qenë mbështetës, fati që e ke toleruar në sytë e tu dhe në drejtimin tënd të ndodhin këto lloj gjërash është diçka e cila është përgjegjësi e madhe politike. A është Shqipëria një vend që aspiron të integrohet në Bashkimin Evropian? Po është. Për këtë nuk ka diskutim dhe nuk ka debat në le të themi në sferën politike. Por siç kërkojmë që shqiptarët të integrohen dhe të sillen si europian, mbi të gjitha do të jetë politika shqiptare që duhet të sillet si europiane. Në rast se një skandal i tillë do kishte ndodhur në një vend të Evropës, ju asiguroj që do kishte qenë thjesht dëshmitar të një dorëheqjeje të një ministri, drejtuesi apo dhe kryeministri, po dorëheqjen të gjithë klasës politike përgjegjëse, që në të rast është klasa politike e mazhorancës, përgjegjëse për atë që ka ndodhur. Dhe ndërkohë kemi një opozitë e cila për 13 vitesh që po bën detyrën e saj të denoncimeve, dhe në rasti konkret kemi 4-5 vjet e fundit që kemi folur në mënyrë të përditshme, të përjashtme, për muajshme, mbi të gjitha skandalet të cilat kanë rrethuar dhe janë menaxhuar nga kjo zyra famkeqe e Ergys Agasit, në cilën siç flitet dhe është informacion publik, ka regjistrime, ka përgjime, ka video të llojeve nga më të ndryshme. Uroj shumë dhe shpresoj shumë që Spaku të bëjë detyrën e parë të ndëshkojë, por mbi të gjitha të bëjë dhe transparencë, që qytetarët shqiptar, pavarësisht bindjeve politike, të kuptojnë se kush e ka bërë fatin e tyre gjatë viteve të fundit. Mirë po, zoti Teliti, Ergys Agasi arrestohet 8 muaj pas shpalljes në kërkim të tij, dhe duke marrë në konsiderat këtë kohë të gjatë, natyrshëm mes qytetarëve, politikanëve, aq më tepër opozitës sikurse jeni ju, mund të lindin dhe dyshime që ka një tentativë për marrëveshje mes palësh, për një dorëzim apo për një kurth që mund të ngrihet dy klaneve që ekzistojnë aty. Si duhet ta kuptojmë më qartë? Shiko, e vërteta do dali me kohën. Por që Ergys Agasi ishte një individ i cili kishte informacion shumë të madh. Një informacion shumë të le të themi sensitiv,
dhe me gjithë ato përgjimet, e me gjithë video dhe me gjërat që normalisht ka lënë pa gjumë shumë drejtues të lartë të mazhorancës, kjo është e padiskutueshme. Dhe fakti që u ka ngritur rahati një pjesë të mirë për tyre të cilët kanë qenë bashkëpunëtor me të në kryerjen e gjithë tyre allëzhverisheve që janë kryer, e gjithë tyre mashtrimeve, skandaleve që janë denoncuar tashmë të di grupit të madh strukturuar kriminal, siç e konstaton edhe vetë Takshi në denoncim dhe në njoftimin publik që bëri dhe dje në mbrëmje. Normalisht shumë njerëz kanë frikë nga çfarë mund të dalë dhe nga çfarë mund të flasi Ergys Agasi në rastin se potencial, në rastin hipotetik, në rastin hipotetik nëse Ergys Agasi do bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë. Në këtë rast Ergys Agasi ka vetëm një rrugë, të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë. Pas gjithë dëmeve që i ka bërë Shqipërisë dhe shqiptarëve, pas gjithë dëmeve që i ka bërë edhe arenës së biznesit, mjafton sot, jo për të shfaqsuar, jo për të shlyer ato faje, po të bëjë diçka të mirë, të bëhet bashkëpunëtor. Të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë dhe të nxjerrë të tëra çfarë di dhe çfarë informacionesh ka, të ndihmojë drejtësinë shqiptare të çojë para ndëshkimit, jo thjesht politik, jo thjesht popullor, po edhe para ndëshkimit ligjor, të atyre që realisht kanë abuzuar me fatet e këtij vendi. Dhe Ergys Agasi hyn tek ata në këndvështrimin tim, hyn tek ata individ të cilët kanë realisht shumë informacione sensitive që do të bërin me vërtet një revolucion, më thonjë za, në arenën politike të mazhorancës, pasi siç mendoj dhe besojmë ne si faktor opozitar, ai ka në dispozicion një gam të gjerë informacione, ka një gam të gjerë përgjimesh, videosh, biseda që janë kryer, jo për biseda qefi, biseda shoqërie, biseda që bën njerëzit normale, po biseda mbi tendera, mbi afera, mbi emërime, mbi porosira nga më të ndryshme, të cilat janë tërësisht antikushtetuese dhe antiligjore. Kështu që në këtë moment që Ergys Agasi e ka këtë informacion, shumë njerëz janë të shqetësuar mbi këtë informacion që ka ai. Nuk e dim se çfarë ka ndodhur, ka qenë i friksuar apo Ergys Agasi për sigurinë e vet e kështu me radhë. Këtë gjë do ta besoj dhe uroj që ta marrin vesh një orë më parë, por që të gjitha hipotezat e ngritura nga opozita janë realisht për të vënë në diskutim, pra për të hedhur për diskutim, pasi të gjitha ato realisht mund të qëndrojnë. Kështu që koha do flasi, uroj një orë më parë ata që kanë abuzuar të marrin përgjigjen e merituar. E qartë, zoti Derliti, nëse Ergys Agasi është ura e lidhëse mes kryeministrit Rama dhe kryetarëve të grupeve kriminale dhe ndodhet në qeli, sa shanse ka ai të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë? Është në dorën e tij. E ka vetëm ai në dorë. A nuk do rrezikon të jetën? Uroj shumë të thrasit e gjithë. Tani, jeta rrezikohet në çdo lloj formeje dhe në forma nga më të ndryshmet kur ti je i përfshirë në këtë lloj bote të krimit, klientelizmit dhe korrupsionit. Çdo kush bën zgjedhje në jetën e vet. Dikush zgjedh ta jetojë jetën në mënyrë të qetë, në mënyrë të normale, të ndershme, me djersballi. Dikush e zgjedh, ti kaloj disa hapa, ti kaloj disa shkallë shumë më shpejt, duke rrezikuar. Çdo kush bën zgjedhjen e vet. Zgjedhja që ka bërë rasti konkret Ergys Agasi është zgjedhje që ka kaluar jo shkallët 1 nga 1, ka kaluar kate 1 nga 1, 15-20 shkallë me një herë. Normalisht që kjo përmban rrezikun e vet, dhe rreziku në këtë rast kur ti ke qenë madje ura lidhëse, se realisht është vërtetuar, dihet që ka qenë ura lidhëse midis bandave kriminale dhe qeverisjes shqiptare, normalisht që dhe ti rrezikun e ke të lartë, siç ka bërë fitimet e larta, miliona, qindra miliona euro fitime, xhiro fitime nga më të ndryshmet, me vila, me lukse dhe gjitha me radhë, ku shqiptarët dhe thjesht nuk sigurojnë dot 1/3 e shqiptarëve nuk ka sot sigurinë ushqimore. Ndërkohë këte po flasin për 10 për qindra miliona euro të përfituara në mënyrë të padrejtë, siç i merr në mënyrë të padrejtë, në mënyrë të tillë, normal që ka dhe rreziku përsipër. Ajo është rrezikuar jeta e tij apo jo, zgjidh ata. Unë nuk jam as orakull, as prokuror, as polic, as gjykatës. Në këndvështrimin tonë, dhe në këndvështrimin tim dhe personal me të drejtën, çdo kush i cili abuzon, normalisht e ka sigurinë e vet më të cënuar, apo jetesën vet më të cënuar, apo lirinë e vet më të cënuar,
apo dhe gjumin e darkës e ka më tepër të cënuar. Çdo kush i cili e bën jetën e vet bazuar në meritokraci, në atë djersën e ballë, dhe kështu me radhë, e bën gjumin e rehat. Nuk është pasanik, nuk është që të bëj jetën prallore që kanë bërë këta vitet e fundit, se kemi parë nga njerëz të thjesht punojnë administrate dhe kaluan direkt një ditë bukur në jetra prallore, siç flitet anë mban. Normalisht, kur ti ke abuzuar, do marrësh edhe përgjigje për kase. Se çfarë rrezikohet, nuk është pyetje për mua me të drejtë, sepse nuk e kam të lloj informacioni. Mund të imagjinojmë si njerëz, si qytetar, mund të imagjinojmë çfarë rrezikohet çdo kujt i cili abuzon. Këto janë hesape që ata do të shlyhen midis njëri tjetrit, por duhet të shlyhen pikë gjitha para drejtësisë shqiptare. Drejtësisë e cila duhet të funksionojë me rigorozitet të plot dhe një orë e më parë. Sa fitoni ju si demokrat nga vetëm arrestimi i Agasit? Shiko, nuk është lidhje sa fitojmë ne si demokratë dhe çfarë humbasin socialistët. Tu po flasin çfarë fitojnë dhe çfarë humbasin shqiptarët, njerëz të thjeshtë. Nëse Ergys Agasi, në rastin hipotetik, do bëhej bashkëpunëtor i drejtësisë, jo sigurisht do fitonin të tërë, dhe socialistët ndershëm do fitonin, jo thjesht demokratët. Patjetër, por arrestimi i tij duket se zgjoi një sër të emrave të demokratëve që ishin në pushime. Po nuk e di ku e keni parë pushimet, PD-ja, Selia e Partisë Demokratike, çdo ditë ka qenë nga 2-3 konferenca për shtyp denoncime. Është normale çdo kush ka dhe familjen e vet, do i dedikoj kohë familjes. Jo, nuk e gjykova kur thash pushime. Pushime, jemi në sezonin e pushimeve, është më se e drejtë. Mirë pra, dakor, dhe unë s'po paragjykoj. Po është normale çdo kush dedikoj dhe kohës vet, sepse dhe familja ka hakun e vet, dhe duhet marrë kohën e vet. Patjetër. Një person që nuk i dedikohet familjes, për mendimin tim nuk është i denjë për të marrë politikë, sepse familja është para gjithave, sidomos pastaj edhe për ne si opozitë dhe në që familjen e kemi shtyllë kryesore dhe të bindjes tonë filozofike, reagimet janë të shumta. Ergys Agasi përsëris nuk ka qenë një person anonim apo një ndër të shumtët e korrupsionit dhe klientelizmit qeveritar të 13 viteve. Ka qenë, siç është denoncuar dhe tashmë edhe nga vetë Spaku, ka qenë ura lidhëse. Ka qenë një grup i strukturuar kriminal që bënte urën lidhëse midis botës së krimit dhe botës qeveritare. Urë lidhëse për çdo tender të rëndësishëm publik, për emërimet e rëndësishme publike, për fatet e shumë njerëzve. Kështu që është normale që dhe reagimet të jenë të forta, pasi dhe denoncimet tona si opozit prej disa vitesh janë të forta. Të nuk po flasim për një eksponent të botës së krimit që mund të ketë me 10 apo me 100 të tillë që kanë vendosur ta bëjnë atë jetë. Të po flasim për urat lidhëse. Ndaj e them që ai di shumë gjëra. Nëse do bëj bashkëpunëtor i drejtësisë, do ishte vetëm e gjë le të themi pozitive në këtë puzzle-in e madh negativ që kemi parë gjatë gjithë këtyre viteve, që të ndihmonte jo thjesht veten e tij për të dënuar më pak, por të ndihmonte në zbardhjen e shumë padrejtësive që janë kryer, duke i bërë jo të paktën sa radhe, jo që po një nder shqiptarëve që pavarësisht e përsërisë bindjeve politike të majta apo djatha me bindje apo pa bindje. Në fund të ditës kanë qenë vendime, kanë qenë veprimtari e cila kanë ndikuar në jetën e çdo kujt. Njoh shumë socialistë të ndershëm, burra dhe gra, djem dhe vajza zotnillar, të cilët nuk e pranojnë dot të lloj regjimi. Pavarësisht se mund të jenë të majtë në bindjet e tyre, dhe mund të kenë historikisht edhe Partia Socialiste dhe më votë, por ata nuk e pranojnë dot sot që në vend të disa profesorave që ishin mësuar të shikonin qeverisit e mëparshme të viteve 90 apo viteve 2000 Partia Socialiste, u zëvendësuan me disa drejtues dhe koordinator të botës së krimit për t'i drejtuar, për t'i dhënë atyre, për t'i drejtuar në pozicionet drejtuese të shtetit. Kështu që gjërat duhet të ndryshojnë. Unë do doja shumë të ndryshonin në mënyrë shumë të shpejtë, pra edhe të prisnim 8 muaj për lajmin e arrestimit të Ergys Agasit, por të prisë që vetëm 8 orë. Dhe gjithë kjo kohë, do ishte një kohë e fituar jo thjesht për drejtësinë shqiptare, por do ishte kohë e fituar për çdo shqiptar i cili në fund ditës në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthort i është ndikuar jeta sadopak nga veprimtaritë të tilla kriminale, klienteliste dhe korruptive. Zoti Teliti, shqiptarët janë të mërzitur dhe këtë e tregojnë nga pjesëmarrja e lartë
në bulevardin kryesor të Tiranës në një protestë të pashembull, të pashoqe që ka zgjatur më shumë se çdo lloj proteste deri më sot dhe vazhdon të jetë këmbgulse në kërkesat e saj për dorëheqjen e kryeministrit. Ky i fundit, ndonse në fillim i anatemoi, i sulmoi, po gjente mënyra ti përçante, ti ndante, ti kategorizonte në Sorra, Korba apo Flamingo, duket se në takimin e fundit mes familjarëve të tij socialist gjeti një formë më të butë, duke ju referuar atyre si protesta që nxiti qeverinë të ecë në një tjetër nivel dhe duke anatemuar këtë herë opozitën, duke e quajtur atë si disa kohë më parë kur në kryet e saj ishte Lulzim Basha, një opozitë e përgjumur, e fjetur që nuk po bën punën e saj për ta mbajtur qeverinë në këmbë. Ju keni një përgjigje për kryeministrin? Çdo kush i cili ndryshon rrjedhësisht qëndrim brenda afateve të shkurtra kohore tregon thjesht një paqartësi në qëndrim. 3 muaj përpara filloi me Sora, pastaj filloi kundra influencerëve, pastaj filloi kundra emigrantëve, pastaj filloi Besa, pastaj filloi pasqyra, tash dali Globi. Të janë paqartësira, janë tërësisht, le të themi një mënyrë e dështuar, me të drejtën, për të munduar për të dalë nga situata. Është deja vu e kemi parë edhe herë tjera në 13 vite. Kur gjenden përballë një vështirësie të madhe dhe parë si kjo vështirësi nuk janë gjendur ndonjëherë me të drejtën, mundohen gjithmonë të gjejnë të hedhin tymnaja në popullat, në media, që shiko se është kështu apo është ashtu, sepse janë këta apo ata e kështu me radhë. Kush pe qeverisë Shqipërinë gjatë këtyre 13 viteve? Është po i njëjti kryeministri me ato ekipet e veta që zgjedh një herë njëri një tjetër, po është njëjta filozofi qeverisë. Kush e qeverisë pushtetin vendor, praktikisht po të njëjtët janë. Kush i ka sot institucionet e pavarura në letër, në kushtetut, por realisht janë tërësisht të varura politikisht. Se janë tërësisht emërime, siç ishte rasti e Këshillit të Bankës së Shqipërisë, apo të AMF-s, apo të Autoritetit Konkurrencës, kështu me radhë, apo avokatit, pra institucionet të pavarura në letër, që do zgjidhen me konsensus plot politik në parlament, janë zgjedhur tërësisht pa konsensus dhe me votë majorancës. Pra kemi sot që gjithë shteti shqiptar praktikisht është në duart e majorancës qeverisë e Partisë Socialiste. Ata i mendojnë, i fillojnë, i kryejnë të gjitha problematikat, ardhishmërishe, tenderat, klientelizëm, korrupsion, ata janë në qeverisje. Ata i kryen, po fajtori janë të tjerët. Është të thuash, kjo intervista midis nesh, nëse rast se me të drejtë po shkon mjaft mirë, por në rast se nuk do shkonte mirë, faji është i dikujt tjetër që është roja e parkimit pallatit apo administratorit pallatit. Tani, t'i japim çdo kujt hakun e vet. Patjetër, opozita ka hapësirat dhe ka detyrimin të përmirësojë veten e vet. Ne po mundohemi ta bëjmë të gjë, me anë të procesit të ri për të rritjes, e mira nuk ka fund, për të siguroj që jemi shumë më mirë se përpara. Por ama qeverisja, e cila është pala tjetër që është 13 vite në qeverisje, ka përgjegjësitë e veta për të dalë para shqiptarëve dhe të thotë çfarë ka bërë mirë, çfarë ka bërë keq, por me doza realiteti. Dhe pse ju a them të gjë? Ne jemi sot neve në diskutimet e kuadrit të reformës territoriale administrative. Pse druhen të shkojmë te qytetarët, të takojmë ata dhe të marrim mendimin e tyre. E bën tek disa, u stepën tek Tirana që kërkonte vëmendjen më të madhe. Ke qarkun e Tiranës nuk është kryer as edhe 1 minutë dëgjes. Kam depozituar pardje në Këshillin Bashkiak kërkesën për kryerjen e 30 dëgjesave në bashkinë e Tiranës. Bashkia e Tiranës nuk është thjesht bashkia e kryeqytetit. Është bashkia e mbi 1 milion banorëve, është bashkia e zemrës institucionale shqiptare, se këtu janë institucionet qendrore të gjitha. Është zemra e ekonomisë shqiptare, është zemra e biznesit shqiptar, është zemra e industrisë shqiptare, është dhe zemra e akademisë shqiptare, është dhe zemra e profesionistëve shqiptar. Tirana është praktikisht përfaqëson Shqipërinë. Dhe kur ti nuk bën diskutimin në Tiranë, në 24 njësitë administrative të Tiranës, me gjithë komunat që janë bashki dhe gjithë mini bashkitë që ka Tirana,
dhe nuk bën takime me grupet interesit, me operatorët, me biznesmenët, me të rinjt, me gratë, pensionistët, me ata që jetojnë në Tiranë, me mjedisorët, që ti nuk bën as edhe një sekond të vetme. Çfarë tregon? Që ti ke frikë për balljen me ta. Se di shumë mirë që një gjë tjetër premtove në vitin 2014, kur e more të reformë të njëanshme, që do kurseje për shumë fondet buxhetore, që do jepshe më shumë shërbime, që do jepshe më shumë pavarësi pushtetit vendor. Realiteti sot, pas 12 vitesh, tregojmë që pavarësia pushtetit vendor jo është rritur, po është ulur. Menaxhimi financiar i pushtetit vendor nuk është përmirësuar, është përkeqësuar. Pavarësia financiare e pushtetit vendor nuk është rritur, është ulur. Përfaqësimi qytetar në pushtetin vendor nuk është përmirësuar, është përkeqësuar. Funksionet që ka pushteti vendor i ka në letër, por nuk i zbaton dot. Shërbimet që merr te qytetari përpara i duheshin 10 minuta, i çerekore apo gjysmore për të arritur qendrën e marrjes së shërbimit, sot duhen deri në 3 orë. Ke fshatra dhe qytete që po shpopullohen dita ditës. Pra të gjitha këto janë përgjegjësi e madhe, po ta gërshëtosh pasaj këto me menaxhimin e gabuar, shpeshherë të qëllimshëm që është bërë në drejtimin e bashkive, ku në vitet 2000 e 2010 kemi pas pedagog, kemi pas urbanist, kemi pas inxhinier, arkitekt, ekonomista, jurista që drejtonin bashkit. Ndërkohë këto 3-4 mandatet e fundit çfarë kemi parë? Kemi parë njerëz edhe me 4 klasë shkollë, me thënë drejtën, që janë bërë kryetar apo kryetare bashkish, njerëz pasi lloj identiteti, me 0 vlera në shoqëri, po thjesht kanë qenë përfaqësues të një grupi kriminal, apo përfaqësues të një biznesmeni apo grupe biznesesh, të cilët hajtë ta sponsorizojmë që filani të shkojnë këtu kryetar bashkie që nesër të mbrojnë interesat tona, na japi lejenca, na japi një koncesion lokal, na japi tendera lokal, na japi tenderin e pastrimit, tenderin e rregullimit dhe kështu me radhë. Dhe ke sot njerëz që janë tërësisht, realisht, me 0 vlera njerëzore dhe 0 vlera profesionale që drejtojnë në disa bashki të vendit, pra gërshëtuar dhe paaftësinë, por pastaj gërshëtuar dhe klientelizmin dhe le të themi nivelin e thellë të korrupsionit, njerëzit kanë çfarë. Ata që nuk përballen me ta, ata që kanë frikë nga këto të vërteta. Dhe kush ka frikë nga e vërteta? Ata që e kanë shkaktuar këto të vërteta të hidhura në shoqërinë shqiptare. Le të përballen me çka të qytetarët. Ti dëgjojmë qytetarët. Çfarë thot banori i Farkës, çfarë thot banori i Ndroqit, çfarë thot banori i Qendrës Tiranës, i Laprakës, i Kino Studios, i Kombinatit, i Alitemit, ti dëgjojmë çfarë thot banori i Dajtit, i Zallë Bastarit, ti dëgjojmë çfarë thon. Çfarë problematikash kanë këta, pse druhen? I dëgjoj shpeshherë kur thon, po shikoj se Bashkia e Tiranës nuk do ndryshojë. Pikërisht ky është problemi, sepse ata e konsiderojnë reformën territoriale administrative, që është administrativo-territoriale realisht. E konsiderojnë thjesht një reformë kufish i nderuar. Pra po ndryshoj kufiri, ne s'kem se pyesim njerëzit. Ndërkohë reforma administrativo-territoriale është edhe reformë kufish, njëra kolon, po është edhe reformë funksionesh, është edhe reformë kompetencash, është edhe reformë financiare, është edhe reformë përfaqësimi. Po këta nuk i kanë bërë llogarit se çfarë kompetencash dhe funksionesh t'i japin pushtetit vendor, si ta përmirësojnë pavarësinë financiare të pushtetit vendor, si ta përmirësojnë menaxhimin financiar të pushtetit vendor, që t'japin më shumë shërbime cilësore, më shumë investime publike, më shumë shkolla çerdhe. E konsideroj thjesht reformë territori, kufish, reformë elektorale praktikisht. Prandaj s'duan të shkojnë te njerëzit, sepse kanë bërë ekuacion elektoral, kanë bërë ekuacion votash, nuk kanë bërë ekuacion mirëqenie qytetare, ekuacion se si të fuqizohet sipërmarrja lokale, dhe si të fuqizohet fermeri lokal. A kemi neve, e kemi dëgjuar shpeshherë, se ai që vin fushatat, edhe 2023 në dëgjuat nga Leon Velia që ishte atëherë ende në detyrë në krye të Bashkisë Tiranës së Zyrë, na fliste për fshatin, apo jo, na fliste për subvencionet e fshatit që do jepte, na fliste për investimet që do kryeshin fshat. Ku janë më? Ku janë kryer të investimet? Sa lek subvencione kanë dhënë? Zero të deklaruar vetë nga ata kur bën raportet mujore të deklarimit të shpenzimeve buxhetore. Zero. Do vi fushata radhës, do dalin kandidati radhës si mazhorancës, që do filloj prapë një të qenë, e do mbështesin fshatin, e do mbështesin. Hajde më shkojmë te qytetarët e pyesim. Hajde të pyesim pak banorët e njësisë 10, të njësisë 2, të njësisë 5, njësisë 6, kombinatit të njësisë 4, 9, se kështu ti marrim me radhë.
A ju pëlqen që gdhiheni çdo mëngjes dhe çdo ditë në lagjen tuaj shikoni nga i grop që hapet për kulla maramëndse që ngrihen? A vjen mirë të fati që shikoni beton që ndërtohet pas 1 metër trotuar të ri të shtuar? A i vjen mirë që po kafshon hapësirat publike të zonës tuaj, kur fëmijët tuaj duhet të rritet të kalojnë kohën, apo prindrit tuaj duhet të kalojnë vitet e fundit të jetës për të ndëjtur në ambient në ajër të pastër, gjojë në ajër të pastër, për të kaluar orët e ditës? A ju vjen mirë që gdhiheni çdo mëngjes dhe ngrysin e ndarë duke thithur ajër 18 herë më të ndodhës se normat e lejuara të OBSH-s? Ti pyesim njerëzve se të janë punë të bashkisë, të janë punë të pushtetit vendor. A u vjen mirë që është rritur çmimi i ujit me 44% në Tiranë, që nga viti 2015 dhe prapë s'kemi ujë në çezmat tona? E blejmë ujë, shkojmë të tërë të marketit për bler ujë. Se i kemi dëgjuar retorikat që bën atëherë Jon Velia e pijet ujë. Po mbledhet e Këshillit Bashkiak, po vinte Jon Velia, i vinte shisha e Qelçit. Nuk i vinte ujë rubinetit, gota mbushën ujë rubinetit. Kush e ka luksin Se të pinë nuk rubinetit? e pin ujin e rubinetit. Se nuk e pin ujin e rubinetit, ta pin për veten e tyre, për familjen e tyre, se nuk e pin. Po këtej për qytetarët do ta pinë, thonë, se është ujë pastër, ta pinë ata vetëparët. Se kur vjen puna tek arsimi, fëmijët e tyre që gjithë për shkolla private, mundësisht edhe jashtë Shqipërisë. Ndërsa qytetari thjesht do ta bëjë këtu. Do t'i ketë këtu, në rast se ka shansin të ketë shkolla, se ke zonën e Astirit në Tiranë, që nuk ka as kopshte shkolla as çertë, s'ka asgjë. E dini ju që 80.000 banorë të Astirit që janë bërë tashmë. E dini ju se ku çojnë fëmijët e tyre? Në kopshte, shkolla dhe çerdhe private. Ose kur vjen puna të shkolla dhe kopshte, shkolla çerdhe shtetërore, çojnë o te njësia shtat, njësi tjetër administrative, ose çojnë në kombinat, që është njësi tjetër administrative, Ose në laprak. ose çojnë në laprak. Po e dini ju që 80.000 banorë është qytet, është 2 herë sa Lushem, është qytet sa Fieri. Ti thuash është i Fierit, s'ke shkolla, kopshte dhe çerdhe. Pra, çe kanë frikë për ballit? Çka më të njerëzit? Ti xhema ata çfarë hallet problematika shkan? Ana bëri tash ti qeveria deklaroi që do bëj pasqyrën. A ka pasqyrë më të mirë se sa tulemi këmbë kryq me njerëzit e të xhemata? Çfarë problematike kanë? Vetëm në rast se kanë frikë, kanë ndrojtje nga përgjigje, nga reagimi i njerëzve. Kjo është problematika e tyre. Çdo kush i cili në qeverisje e bën vetë të ketë frikë përballet me njerëzit, me thënë drejtën, politikisht ka humbur të drejtën e qeverisjes. Unë nuk besoj që ekziston njeri pa gabueshëm. Kush punon edhe gabon. Po gabimet janë të kuptueshme dhe çdo qytetar e gabimet edhe i toleron kur ti bën ato në mënyrë të pavullnetshme dhe kur dëmet nuk janë të mëdha. Se çdo kush, çdo njeri nuk ka njeri perfekt. Kushdo që çdo kush bën gabime. Po kur ti braktis ekonominë shqiptare, kur ti detyron 1.1 milion shqiptar të largohen, kur ti vazhdon urbanizimin e frikshëm të Tiranës, së zonave bregdetare, anë mban kudo, kur ti shkon dhe shet pronën publike për 3 lekë, e jep atë me 1 euro. Kur ti shkon dhe i merr tjetri pronën private, ku i çon taksidarin te dera tjetër, ku i rrit taksat, kur e bën vendi më të korruptuar në rajonin e Europë, kur e bën që largon biznesin e huaj, kështu me radhë, këto janë të qëllimshme. Këto nuk janë raste që kanë ndodhur një herë, kjo është e njëjta melodi që ne po e dëgjojmë gjithnjë më të fortë në 13 vite. Kur ti cakton, që e filluam bisedën, koordinator midis qeverisë dhe botës krimit cakton individ që të merren me koordinimin e punëve të pista, kjo është e qëllimshme, kjo nuk janë gabime. Këto janë faje për cilat çdo kush që ka qenë urdhërues, ekzekutues, zbatues, bashkëpunues, bashkëpunëtor në këto lloj ngritje skemash tërësisht kriminale, duhet të mbajë përgjegjësi jo thjesht ligjore, por edhe përgjegjësinë politike në rast se kanë kostume të veshura politike, pra kanë pozicione politike. Zoti Telidi, faleminderit që ishit me ne sonte. Faleminderit ju, kënaqësi. Punë të bashkë. Të mirat. Faleminderit juve që na ndoqët. Është e njëjtë, pik ndalet këtu për të rikthyer të hënën. Mirupafshim.